Pjesa e 15, përmbyllja. 1. Mbetet ta përmbyllim tregimin jo fort të shtrëngulluar për jetën e Juri Andrejeviçit, të flasim për 8 vitet e fundit përpara se të vdiste, gjatë të cilëve erdhi duke rënë si njeri, ju rënua organizmi, i humbi dijenit dhe shprehit e mjekut, por i shtaruan edhe dhuntit e shkrimtaret. Vetëm për pak kohë doli nga gjendja e njeriu të ronitur dhe të përvuajtur, mori zemër, ju kthye frymëzimi, ju përveç punëve, por pas këtij rizgjimi nuk zgjati shumë. Përsëri u zhyt në gjendje kllapie dhe përhumbje, si më përpara, gjendje që ja kërcënonte seriozisht qenien. Në Moskë u kthye në fillim të shpalljes së politikës së re ekonomike, NEP, më e dyshimta dhe më false e periudhës sovjetike. Ishte dobësuar sa nuk kishte ku të vinte, i paqetur dhe i veshur me zhele, duke në ditë të hallit, një lloj si atëherë kur u kthye në Jurjetin nga robëriat e partizanët. Rrugës u detyrua të shiste plaçken që kishte një farë vlere, qyrkun dhe 2 xhaketat, i këmbeu me bukë me ushqime. U detyrua të shfaqej me rreckurina për të mos qenë lakuriq. Në rrugët e Moskës u gjendi veshur me zhele, me kokorën ngrinë në kokë, me kapot vjetër ushtari, pa komça, nën të kishte veshur bluzë të burgosurish. Nuk dallonte nga mira ushtar të kuq që mbushnin sheshet, bulevardet dhe stacionet hekurudhore të kryeqytetit. Ishte kthyer së bashku me një djalë bukurosh nga fshati, veshur si ai me rrobe të vjetra ushtari që nuk ju nda gjatë gjithë rrugës. Të dy bashkë shkuan ato vende ku Juri Andrejeviçi kishte kaluar fëmijërinë. E njohën, i hapën portën atij dhe bashkëtarët, pasi i pyetën paraprakisht nuk kishin bërë banjë. Tifoja e zorrëve vazhdonte të bënte kërdin. I treguan për largimin e të afërmve nga Moska jashtë shtetit. Mbajshin sa më larg njerëzve, u vinte turp të dukeshin dhe në shok. Në ato raste, kur shkonin te të njohurit e Juri Andrejeviçit, i shihet strukur diku në ndonjë qoshe që të binin sa më pak në sy. Kur përziheshin në bisedime, të dy bashkë e kishin më të lehtë ta mbanin të ndezur bisedën. Doktori i dobësuar dhe i veshur me rrobe të fërkuara, i shoqëruar nga shoku i tij i ri, ngjante me pelegrinët kërkues të së vërtetës të dalë nga populli, kurse djaloshi që si ndai kurrë, ngjante me nxënësin besnik ndaj deshepullit të tij. Po kush ishte vallë bashkëthari i tij i ri? 2. Pjesën e fundit të rrugës në të afruar të Moskës, Juri Andrejeviçi kishte bërë me tren, kurse pjesën e parë më të gjatë në këmbë. Ajo që pa në fshatrat e këtushëm nuk ndryshonte shumë nga ajo që kishte parë në Siberi dhe në Ural. Si gjatë udhëtimit kthimit nga robëria partizane, si këtu, gjendja ishte po ajo. Ndryshimi vetëm ishte se atëherë që mesi i dimrit, kurse tani që fundi i verës dhe fillimi i vjeshtës së thatë që ja bënte më të lehtë rrugën. Gjysma e vendbanimeve nëpër të cilat kaloi ishte e shkretë, sipas largimit të ushtrisë armike. Arat e mbjellura ishin të braktisura, të pakorrura, rrjedhoi e luftës së gjatë, e luftës civile. 2 apo 3 ditët e fundit të shtatorit, ndoqi rrugën përgjatë bregut lart dhe pisur të një lumi. Juri Andrejeviçi ecte në drejtim të kundërt të rrjedhës. Nga majta shtrier e gjerë deri në horizontin e largët të mbuluar me re, një are madhe e mbjellë me thekër, mbetur e pakorrur, larg në atë hapësirë të gjerë, duke i pylli me lisa dhe panja. Prrenjë të thellë që nisnin nga pylli, zbrisnin në lum, brigjet e tyre të rrëpirta ndërprisnin rrugën. Thekra e pakorrur kishte rënë në tokë. Kërcenjtë e hollë, si kishin mbajtur dot kallinjtë të rënd, ishin shkoqur dhe dëmtuar. Juri Andrejeviçi fërkonte në plumb kallinjë thekre dhe mbushte gojen me kokrat e qeruara, i bluan të gjatë, me vështirësi edhe kokrat forta të mpita. Me këtë ushqim e mbajti gjallë shpirtin, në kohët veçanërisht të vështira kur nuk kishte mundësi t'i zjente t'i bënte vullgur. I binte plumë në stomak, por urinë e shuante. Kur nuk kishte parë ndonjëherë thekër aq morrashe, aq të fortë, që i kujtonte monedhat e vjetra të nxjerra nga koha. Kur korret në kohën e dukur, thekra se ka këtë ngjyrë, është më e qelur. Kjo të kujtonte zjarrin e tulatur që nxin pa flak, duke sikur klidhte, kërkonte ndihmë, por pa tinguj. Mbar fusha sikur rënkonte e braktisur, duke e pikëlluar nën qiellin që kishte filluar të vrenjtej me afrimin e stinës që lajmëronte dimrin. Në horizont dukeshin re të dendura që notonin dhe kërkonin ta mbulonin anë kënd vendin. Gjithçka ndodhej në lëvizjet ngadalt, ritmike të pandalshme. Lumi rrithte, rruga zgjaste për briti. Nëpër atë rrugë ecte doktori,
Larg përpara tij grumbulloheshin erët. Po edhe ara me thekër nuk ishte pa lëvizje, nëpër të se çlërvinte duke sikur e rëmonte të ndillte krupin kur e shihje. Ishin minj që lëviznin në tufa të mëdha. Ishin shtuar shumë kohët e fundit. Kur doktori detyroi të flinte në ndonjë vend buzë rrugës, i shkonin nëpër trup, nëpër fytyrë, i futeshin nën pantallona, nën mëngë. Tufa të mëdha minj vraponin nëpër rrugë, i ngatroheshin nëpër këmbë, kur i shkelte, lëshonin piskama ankimtare, shtynin njëri tjetrin, lëviznin të pështirë të neveritshëm. I dilnin përpara dielmoria e fshatrave, e shihnin që larg të egërsuar, të kreshpëruar, të veshur me zhele, këmbenin me njëri tjetrin shikime kuptimplote, si të këshilloheshin ç'duhej të bënin, dukeshin gati t'i skuleshin dhe t'a coptonin, e ndiqnin pas në largësi. Ushqeheshin me ç'të gjenin, nuk e përbuznin as mishin e minjve që e gjenin lehtë dhe me bollëk. Doktorin e ndiqnin pas si të prisnin diçka prej tij, por me t'ju afruar pyllit mbeteshin prapa, ktheheshin andej nga kishin ardhur. Pylli dhe fusha në ato kohë ndryshonin kryekput. Fusha pa njerëz duke e shkret, jetime, si e mallkuar, kurse pylli, që kishte hequr qafe njeriun, krekose i lirë, të kujtonte të burgosurin e liruar. Zakonisht fshatarët, sidomos dielmoria, nuk i lënë lejthit të piqen, ju akuputin pa bëra kokrat. Tani faqet e kodrave dhe luginat e mbushura me lajthishte zverdhonin me gjethet vjeshtore, të ashpërsuara dhe të përthara, prapa tyre dukeshin tufat me kokrat e paprekura, gati për të rrëzuar nga druri mëm, por që ende mbaheshin. Juri Andreviçi tërkohën mbushte xhepat dhe i hante duke ecur. Gjatë një jave, lajthit ishin ushqimi i tij kryesor. Doktorit po i dukej se fusha ishte në gjendje kllapie, kurse pylli gëzonte shëndet të plotë, se në pyll banonte Zoti, kurse në fush ngërtheshej edhe skërmitej djalli. 3. Në njërën nga këto ditë, në këtë pjesë të rrugës, doktori u kthye në një fshat të djegur, të braktisur nga banorët. Shtëpitë ishin ndërtuar në një radhë, përgjatë rrugës që ndiqte rrjedhën e lumit. Ana nga fusha ishte përfunduar, ajo nga lumi vetëm sa kishte filluar të ndërtohej. Pas zjarrit përpirës kishin mbetur vetëm disa shtëpi të nxjera të rënuara, por që mbaheshin në këmbë, edhe këto bosh ishin. Pjerësia e anës së lumit ishte kthyer në gurore, jo vetëm për ndërtimet e fshatit, por banorët e shisnin grurin e nxjerr edhe kishin bërë këtë punë profesionin e tyre kryesor. Pranë shtëpisë së fundit ishin disa gur mulliri të palatuar deri në fund. Ky shtëpi ishte e vetmja që kishte mbetur e padjegur, e megjithatë as aty nuk ishte njeri. Juri Andreviçi hyri në atë shtëpi. Mbrëmja ishte qetë, por kur hapi portën, korrenti i ajrit ngriti lart togje byku dhe fije barit thatë. Nëpër mure fluturuan fije letrash të hedhura në dysheme. Shtëpia u mbush me lëvizje. U dëgjuan fshfërime dhe piskama. Asgjë për t'u habitur nuk ishte. Vendi gjithandej ishte plot e përplot me minj, që ishin bërë zotër të këtij vendi të shkretuar. Doktori doli nga shtëpia. Prapa tij, diku në anë të fushës së gjerë, po fshihej dielli. Perëndimi e ngjeu me pararimin e tij të butë të ngrohtë bregun përballë. Bimësia e harlisur buzë lumit, jazgjaste krahët si donte të freskohej mbi ujin. Hijet e tyre binin butë mbi sipërfaqen vizulluese të lumit. Juri Andreviçi kaloi matan rrugës dhe ul të pushonte me një gur mulliri të latuar për gjysmë që ndodhej mbi bar, që poshtë rrëpirës u duk në fillim një kokë e bardhë, me flokë të dëndur, pastaj u duken supet, krahët. Nga lumi, nëpër monopatin e Pierrot, po ngjitej dikush me kova ndërduar. Njeriu e pa doktorin të ndali. Gjysma e poshtme e trupit vazhdonte të ishte fshehur prapa rrëpirës. Do t'jap të pishu njeri i mirë, mos ki frik nga unë, nuk të ngas. Të faleminderit, mi e pak, po ti dil që aty, afro sa as unë nuk të ngas. Njeriu që doli nga vendi i rrëpirt ishte një adoleshent i leckosur, as qeni nuk ish ku ta kapte. Fjalët që tha ishin paqësore, madje dashamirëse, ndërsa doktorin po e shihte me sy të shqyrë si të donte ta përpinte. Në shikimin depërtues spikaste habia, por edhe shqetësimi. Për arsye krejt të pakuptueshme për doktorin, djali s'po ja ndante syt i tronditur. I lëshoi ngadalë kovat me ujë. Pastaj befas, u lshua drejt doktorit, ndalin mes të rrugës dhe tha me mërmërim: mos kush e di jeni, po jo s'është e mundur, më falni shok, më lejoni t'ju pyes, më duket i njohur, po, Xhaxhi doktori. Po ti kush je? S'po më njihni? Jo, nga Moska, në vagonin e mallrave kemi udhëtuar bashk.
na qonin në punë të detyruar, na shoqëronin me roje. Ishte Vasja Brikini, u lëshua drejt doktorit, ja puthi duart, qau. Fshati i djegur doli se ishte fshati ku kishte lindur dhe ishte rritur Vasja. Aty kishte punuar me të ëmën e motrat, quaj Veretenik. Pas zjarrit që bëri kurdina ëma e Vasjes se pandeu të birin të vrarë, në një kohë që ky shpëtoi duke u fshehur në shpellë, nga hidhërimi u çmend, u mbyt në lumë, në këtë që po rritte këtu dhe quaj Pellga. Motrat e Vasjes Alionka dhe Arjashka, sipas njoftimeve jo fort sakta, ndodheshin në shtëpinë e fëmijës në një gubern tjetër. Doktori e mori Vasjen me vete, në Moskë. Gjatë udhimit, djaloshi i tregoi bamirësit të tij të merret të llahtarshme që të ngjethnin misht. 4. Vjesht e parë, tokën e kishin bërë ugar, do ta mbillnin, kur do ti na ran kokë të këqijat. Pas largimit nga fshati të Tetopoljes ndodhi, e mani mend Tetopolin? Jo, nuk më i mend të kem njohur në një Tetapolje. Kush është kjo? Po si se keni njohur? Edhe ajo në një vagon me ne udhtonte. Ti e gunove në harruhet? Të shëndosh, bardhoshe, zëmër mirë. Kush? Mos ishte ajo që vetëm thurte gërshetat? Gërshetat? Po, i rat pikës, po, gërshetat. Më kujtua prit. Më vonë e takova në Siberi në një qytet në rrugë. Vërtet? Tetopolin këtë takuat? Po atë, po ti shpate kështu. Çma tundesh u krahon? Mos u çmende? Do ma kputesh, u skuq u bëre flak. Si ishte? Pa trego. Kur e takova vonë shëndosh e mirë ishte. Më tregoi për ju. Kishte hequr cak, shumë tha, apo nuk është e vërtet? Jo, pse, e vërtet është. Nëna atë e donte, një lloj si motrën e saj e donte. Tetopolje si ndjeje zëri, punonte, me pundore merrej. Sa ndonjë ajo, shtëpinë plot e pate me gjithat mirat. Po se lan, ju qepën ca të Veretenikut, e detruan të ikte. Ju qep një maskara, një spion, me bukën trast ju qep Tetapoljes faqeziu. Ç'nuk nxori nga goja i poshtri, fjalë turpi përhapi për mua dhe për te. Iku, zdoroheshin dot ata të liq. Ca të tillë edhe të këqija më të mëdha i bënin, pas kësaj ndodhen me nxyrat. Shkaktaru u bë vrasja e një vejushe të mirë që e kishte shtëpinë buz pyllit. Madh tek puth të rënda ushtari, ngjishej me rrip të gjerë llastiku, kishte një qen që tremte të madhe të vogël, si afroi dot askush asaj shtëpie. Vejushe ishte grua punëtore, vete punonte tokën, korte dhe e fshinte vetë, e vetë me mbante në këmbë ekonominë. Po ja që atë vit, dimri erdhi pa pritur e pa kujtuar. Dëbora shtroi para kohe. I mbeti patatja në tokë, mund ta prishte ngrica. Më tha mua ta ndihmoja me të hollën dorë apo me një pjesë nga prodhimi. Pranova. Aty gjeta Harallambin. U habita kur e pash. Kishte shkuar përpara meje. Vejusha më tha se e kishte pajtuar edhe atë. Ju vum punës në atë mod të keq. Dëbora po të borë, ngricat po ngrica. E nxorrëm patatën, me kërcenj të thatë ndezëm zjarr. E thamë. Vejusha në dha hakun. Harallambin e latikte, kurse mua më shkeli syrin. Kam një punë, do më thamë. O ktheu pas pak, o qëndor tani, më thot, ashtu e kam punën. Nuk duhet të dorëzojnë shtet patatën që kam tepër. Je djali mirë, më thot. E di që do ta mbash me kyç gojen. Nuk duhet fsheh asgjë nga ti. Edhe vete hapja një grop dhe e kridhja aty brenda. Ky mot i keq nuk të lë të bësh punë për të qenë. E thaj më përpara mirë patatën dhe e groposim. Pranova, ju futa punës. Hapa një grop me gryk të ngushtë e me bark të gjerë, si korit. Ndezëm zjarr brenda, e tham mirë vendin ashtu si duhej. Që ditë me tufan, as pa e s'dëgjoj njëri, e futëm patatën, e siguruam nga lagështia, e mbuluam me dhe, e rafshuam, s'kishte burr ta kuptonte. Unë po, fjala fjalë, as nënës as motrave s'u tregova, Zot na ruaj. Nuk kaloi muaji dhe fshatin e grabitën. U hap fjala se e kishin sulmuar vejushën, shtëpinë e gjetën të hapur, vet ajo se ku u zhduk. Qenin, aq të egër e kishin zgjidhur se gjetën gjikundi. Kaloi ca kohë. Në të afruar të vitit të ri darkën e Shën Vasilit, moti zbuti. Ra një shi i madh e shkryu Dëborën. Se nga u gjendë dhe qene aty. E pan të dërmonte si i tërbuar mute gropa ku ishin fshihur patatet.
Gërmoj sa gërmoj dhe nxorri këpucët e rënda të ushtarit. Pastaj veshin tjetër. Ja ç'na ishte. Njerëzisi erdhi keq për vejushën, e mbanin mend për të mirë. E kujt mund t'i shkonte mendja si ishte punë e duarve të Harallambit. Se në kishte vrarë ai rezil, atëherë si guxonte të vazhdonte të rrinte pa e prishur Terezin në fshatin ton. Duhet ja kishte mbathur. Të vetmit që fërkuan duar të kënaqur ishin kulakët, shpifanjoset, nga të restarët, njëshin me gisht në anët tona. Se u iku mjegull do, nga atat qytet po na vjen e keqja, vrasjen ato e pas kanë bërë, cubrit e tyre s'pas kanë të mbaruar, thoshin nga do që shkonin. Dëgjojini po deshat atë qytetit, do t'ju lënë të vdisni urije. Bëni me ne, po që për ata, gati i ketë na e rëmbejnë gjën e katandin, as fart për të mbjellë sot na lanë. Dhe kujdes, punët t'i bëni me mendjen kokë, su u piu e zeza. E po ndes populli, plasën mbledhjet, fjalimet, kuvendimet. Harallam faqeziu këtë donte. Një ditë jam mbathi për në qytet, spionoj sa mundi, shpifi sa mundi, se e ka zanat. Në doni ndihmën time, u tha, gati më keni, diun si të nërsej vllan kundër vllajt. Puna e parë, ngrini komitetin e të varfërve, u tha. Vetë su duk më në fshat. Ç'ndodhi pas kësaj, të ngrihet lesht e kokës kur e kujton. Dërguan ushtar të kuq nga qyteti, bashkë me ta erdhi dhe gjyqi fushor. Të parin më morën mua. Harallambi nuk kish prallosur kundër meje. Edhe për arratisjen time nga reparti punës së detyruar u kishte spionuar, edhe për atë që pas kam nxitur fshatarët kundër pushtetit u kishte shpifur, po edhe se pas kësha qenë unë ai që pas kësha vrarë vejushën. Kështu kishte thënë, me të ardhurat atë qytetit, me hodhen prangat, më mbyllën me kyç, po bëra si bëra edhe u shpëtova nga duart. U fsheha në shpellë, nën tokë. Mi kokën time fshati DJ, po edhe nëna e gjorë, mendje prishur e dëshpëruar, jo larg që aty u hodh në lumë. Më vonë ma thanë, ja ç'ndodhi. Ushtarët e kuq zunë një shtëpi, nga ato që ishin rradh, ja shtruar me të pirë, natën shtëpia mori flak. Pasaj, u ndezën të tjerat. Ushtarët u përvluan brënda, kurse tanët dolën, shpëtuan. Ja mbathën të tmerruar, askush si ndoqi. Ama, gjuhët e lika, ç'nuk thanë, u përhap lajmi se, po t'i zinin fshatarët, do t'i pushkatonin 1/10. Kur dola nga shpella nuk gjeta këm njeriu në fshat. Edhe tani, një zot e di se ku janë fshehur. 5. Doktori me vasjen arritur në Moskë në pranverën e vitit 1922. Në fillim të politikës së re ekonomike, NEP. Ditët ishin të ngrohta dhe me diell. Vezullimet e rrezeve të diellit që pasqyroshin nga kupolat e praruara të katedrales së shpëtimtarit, binin në kaldëromin e shtruar me gur bojhiri. U hoq ndalesa për ushtrimin e veprimtarive private. U la e lirë tregtia, por brenda kufish të caktuar. Kryesisht tregtoheshin plaçkurina e qekrima. Një tregti e tillë ishte e vogël, po spekullime dhe e keqja bënin të vetëm. Alliqverishi që u kthye në mod, nuk ishte si e përmirësonte gjendjen e përgjithshme të rënduar. Spekulantët e pa skrupull blinin e shisnin nga 10 herë të njëjtin mall me çmime më të larta. Disa pronar bibliotekash personale nxorën librat për t'i shitur diku në një vend caktuar. Pas pak u bashkuan, ju drejtuan me kërkesë këshillit të qytetit t'u caktonte dyqane. U dhanë depo këpucësh, qëndronte bosh që nga koha e revolucionit. U dhanë edhe serë në rënuar, në këto lokalet bollshme për nga hapësira, por të papërshtatshme për kërcoj tregtie, shitnin libra. Zonja profesorash, që edhe më parë në kohë të vështira, piqnin bukë të bardhë dhe simite dhe i shisnin fshehur nga që ishte ndaluar, tani i tregtonin hapur. E bënin ku mundnin, shisnin edhe në dyqane për riparime biçikletash. Edhe u mësuan aq fort me kësi punësh, sa që ndryshuan edhe mënyrat e të folurit. Me të arritur në Moskë, Juri Andrejeviçi i tha bashkëkohtarit vet: "Dëgjoj Vasja, duhet marr me punë. Unë them të filloj shkollën." "Kjo po e po. Kam në mendje të merrem edhe me pikturë, duhet vizatoj nënën, ashtu si më kujtohet." "Shumë mirë, po për të arritur këtë duhet mësosh të pikturosh. E ke provuar ndonjëherë?" "Në dyqanin e dajes, kur s'më shihte njeri, bëja vizatime me kongjill." "Po mirë, të vaft mbar, provoje njëherë." Vasja nuk tregoi dhunti të veçanta për pikturën, por aq sa për të marrë me pikturën e aplikuar kishte.
Me të njohur aty këtu, Juri Andrejeviçi regjistroi në lecion artistik, pastaj vazhdoi fakultetin e tipografisë, mësoi mjeshtrinë e lidhjes së librave, të stampimit të figurave me ngjyra. Doktori dhe Vasja ju vunë punëve me forcat përbashkëta. Doktori shkruan të librat vegjël për përdorim të gjerë. Vasja i shtypte në punishtën e shkollës, me atë rast shlynte dhe detyrimet e provimeve për tipograf. I shisnin në dyqanet e librave, ku hapen gjithandej, por më shumë u ashisnin në dorë të njohurve. Juri Andrejeviçi shkroi broshura për çështje filozofie, për çështje mjekësie, për transformimin e organizmave të gjalla dhe për evoluimin e tyre, për probleme të historisë dhe të fesë. Shkroi një broshurë me përshkrimin e vendeve të kryengritjes së Pugaçovit, ku kishte qenë, shkroi vëllime me poezi dhe me tregime. I shkruante me gjuhë të thjeshtë, zgjidhte të dhëna që ndidhnin kërshëri, por jo ashtu siç bëjnë ato që shkruajnë për masën, sepse parashtronte edhe teza diskutueshme. Fliste për çështje shkencërisht të pazgjidhura, për mbarshtrimin e lëndës, e bënte kudoherë me gjallëri dhe shkattësi, me origjinalitet dhe në mënyrë tërheqëse. Broshurat shiteshin, lexuesi i çmonte. Ishte koha e ngritjes së institucioneve të para shkencore. Juri Andrejeviçin e njihnin, gëzonte emër të mirë. Për një kohë të gjatë, doktori dhe Vasja jetuan bashkë, si miq të mirë, ndruan shumë dhoma, por asnjëra nuk ishte për të qenë. Disa ditë pas arritjes në Moskë, Juri Andrejeviçi shkoi të shite shtëpinë. U habit kur pa sa shumë kishte ndryshuar gjithçka. Pas largimit të tyre, ishte banuar nga të tjerë, plaçkat ishin shpërdorur. E morin vesh kush ishte, qeradhënësit i fshiheshin, nga frika mos u kërkonte qera. Markelli ishte me punë të mirë, as që donte t'ja dinte për shtëpinë e të Zotit. Doktori banonte në dhomat e shërbëtorëve. Në katin e parë, aty kishte gjithmonë ujë dhe soba e madhe ruse ngrohte për bukuri. Pas disa kohësh doktori u ftoi me Vasjen. Vasja u zhvillua shpejt dhe shumë në mënyrë të pabesueshme. Tani mendonte të fliste ndryshe, sipas doktrinës revolucionare, vërtetësia e cilës i dukej e padiskutueshme. Mendimet e doktorit i dukeshin të padrejta. Shumë prej tyre nuk i kuptonte edhe nuk donte t'i kuptonte, nuk i duheshin. I quante të dënuara me fund të pashmangshëm historik, shihte prirjen për shmangje nga të vërtetat e mëdha. Për një kohë gjatë doktorit ju desh të endej nga zyrë në zyrë për të sqaruar pozicionin politik të familjes tij, në mënyrë që t'i lejojë kthimin atje. Kërkoi të Parisi me pasaport që të shkonte të merrte të shoqen të fëmijët në Paris. Vasjen e habiste ftoftësia dhe ngatësia që tregonte doktori për arritjen e këtyre synimeve. Puna ishte se Juri Andrejeviçi e nuhati pamundësinë e sigurimit të tyre. I foli Vasjes për kocsinë e përpjekjeve. Ky mbajti qëndrim, ja hodhi poshtë mendimin. Erdhi një ditë që u ftohen përfundimisht. Vendosën të ronin vesh, të shite secili punën e tij. Juri Andrejeviçi ja la dhomën Vasjes, vetë shkoi të banonte në shtëpinë së shoqes. Mendimin e Markellit zuri një dhomë të vogël me një dritare dhe me banjën e vjetër pranë, si dhe kuzhinën e vjetër të shtrembur në hyrje prapa shtëpisë. Hoqi dorë nga profesioni i mjekut, e lshoi veten mos më keq. Nuk takoi më me të njohurit, e mbyti skamja. 6. Ajo e diel gdheu e vrenjtur. Tymi i oxhaqeve nuk ngrihej përpjet me çatin. Fjollat zeza uleshin poshtë nga tubat e sobeve për llamarine, të nxjerra nëpër dritare, pavarësisht nga urdhri për ndalimin e tyre. Jeta në qytet nuk ishte e shtruar e qetë. Njerëzit dilnin nga shtëpitë të palartë, pa krahor, të marrëdhur, të uritur, vonin nga qibanët, nga rrufa kronike dhe nga smundje të tjera. Ato të diel, familja Merkel-Shapovit ishte në shtëpi, në kuzhinën e madhe, me tryezën me njanë. Ditë më parë, banorët e shtëpisë mblidheshin mëngjeseve, me kuponat e triskave të bukës ndërduar, i vinin në qese sipas kategorisë, i qonin në furrën e bukës, merrnin racionin ditor për gjithë, e prisnin në feta, e peshonin dhe e shpërndanin. Me vonë mënyra furnizimit me bukë dhe mushime ndryshoi. Shapovët ishin shtruar të hanin, si e kremte që ishte, kishin shtruar që kishin më të mirë, hanin me oreks, përplasnin buzët nga kënaqësia, këmbinin replika të shkurtra të rastit, gromësinin, flisnin me gojën plot. Gjysmën e kuzhinës e zinte soba e madhe ruse, që ngrohte mirë dhe shërbente për gatim. Në faqen e murit mi lavapjat dilte bryli tubit ujit. Në dy anët e lavapjatës kishte tryezë me mulesa llamarine. Nën to kishte thas me patate, shporta me zarzavate dhe qeska me ushqime të tjera.
Anën e majtë të asaj kuzhinë të madhe e zinte Tereza e ngrënjes, mi të rinte varur në mur rafti me enë të kuzhinës. Soba ishte ndezur që në mëngjes herët, përpara saj, me lloret përveshur, gatuante shoqja e Markellit, lëvizte kusit dhe të nxjerrët ku ziente gjella, afronte ai që duhet merrte val dhe largonte atë që kishte zier. Fytyra e djersitur i shkëlqente dhe i skuqte nga zjarri, kur hapte kapakët e kusive, i mjekulloi nga avulli i bollshëm që dilte. Hapi furrën e sobës, nxorri që andaj byrekun, e pa në ishte pjekur apo jo, e futi edhe pak që të thekrisej. Në këtë kohë, në kuzhinë hyri Juri Andreviçi me 2 kova në duar. Prisni miq? Mirë se na vini, urdhëroni, uluni t'ju gostitim. Ju falemnderit hëngra. E dim ne të ngrënit tënd. Ulo të shtroj një pjatë me gjellë të nxehtë. Mos ma kthe dorën, jam me çupa. Gjellë me patate, për të lëpirë thonjt. Lëre byrekun me trana. Atë as në ëndër nuk e keni parë. Jo, ju falemnderit, më fal Markel, po ju bezdis me këtë ardhje të shpeshta. Do mbush kazanin e madh dhe nuk do t'ju bie më në qaf. Pastrova banjën, ishte qelbur, zhuli gjallë ishte. E harxova të gjithë ujin. Do t'ju bezdiset një 5 herë, po edhe më tepër, pas kësaj nuk do t'ju vi për një kohë gjatë, ma bëni halal, nuk kam ku marr tjetër. Eja merr sa herë të duash, pa droj eja, se uji shkreti është, s'ka të kursyer. Mbush, s'të kërkojmë para, të shtëpisë qeshën. Kur Juri Andreviçi u kthy në kuzhinë me kovat për të 5-ën herë apo për të 6-ën, toni i bisedës ndryshoi. Më pyeten sa të mit, kush është ai, më than, u tregova. Doti, s'më besuan. Kurse të shi punën, mos u bëj merak. Vetëm kujdes, mos e derdh ujin në dysheme. Ja ku e lagoj pragun, do të ngri, do bëhet akull, rrëshqet tjetrit aty në qafën. Edhe derën mbyllë mirë kur del. Fryn shumë e mallkuara, na e bëri akull kuzhinën. Kështu që thua ti, u tregova kush je dhe s'më besuan. Kanë të drejtë, sa shumë para kanë shpenzuar për ty. Mësove, po dëm të shkojë gjitha. As punë e as zanat s'më ke. Kur hyri për të 6-ën herë, Markeli foli i vrenjtur. Mbush edhe këtë herë dhe mjaft. Gjella me krip, kripa me karar. Marina i me bi të mban me hatër, sa për mua, as që duhet ta di se kush je. Se i ish fisnikri, apo kush tjetër, do ta mbyllje derën. E mban mend Marinën? Ja, ajo atje është. Ajo që rri ulur në fundin e Terezës, ajo zeshkanja. Mos i flisni me të keq, na thot. Mos e ngane. E kujt ju ha barku të ngas? Nga e mori kët, Marina punon telegrafiste në postë qendrore. Kupton gjuhë huaja, ja do puna. Është fatkeqënjeri, na thot. Sa herë që shkon fjala të merr në mbrojtje, vjen keq. E kush ta ka fajin që s'të eci? Nuk duhet sërgjunosur deri në Sibri, nuk duhet braktisur shtëpia në orën e rrezikut. Vete keni fajin. Ja, na shen ne, e duruam urin, blokadën e të bardhëve po ashtu, nuk u tundën pju këtu dhe numri taman. Ju vete patët fajin. Tanjen ti nuk e ruajte, harbon të harlisë t'je shtetit tani. Mos më duhet gjë është puna jote, po të ngas fjalë që s'ke pse ankohesh nga fati. Po gjithë ku ujtë shtu dashka, mos ke bërë njët të përmbyt të shkatin, po që të zemërosh me ty, si pule lagur mri, për qarë halli e këta ndisur. Të mbledhuret rreth Terezës përsëri u gajasën së qeshuri. Marina janë ngule sytë qortushëm, u skuqe dhe u bë flak dhe se që tha të tyre. Juri Andreviçi ja dëgjoi zërin. E habiti tingëllimi i tij, por ç'fshihej në atë zë çuditshëm, nuk arriti dot ta kuptonte. Duhet larë e pastruar shtëpia, Markel. Të mbyt papastërtia, duhet vënë rregull. Sot duhen larë ndërresat. Ata të Terezës pa njëri tjetrën të habitur. Nuk të vjen turp që i thua ato fjalë? Mos pas ke ndërmend të ngresh lavenderia aty lart? Juri Andreviç, pse s'na keni thënë, ju dërgoja vajzat merreshin me ato punë. Nuk janë punë burrash. Pse janë vajzat? Vinë edhe për të pastruar shtëpinë edhe për të larë rrobet. Në duhet edhe në një plas shkju arnojnë. Shko moj bi, ju drejtua me Marinës. Mos ki frikë. Duket që nuk është si të tjerët, ditë sillet. Ai as mizës si bën keq. Jo, s'është nevoja. Në asnjë mënyrë nuk pranoj që Marina të mundohet me punët e mia. E si qenë ka kjo, të më shërbej, pse vajzë për shërbëtore është ajo, do bëj si do bëj e do t'ja dal mban vetë punëve të mia. Ju vjeni në ciklet se si një mësuar me kësi punësh, kurse neve s'na kushton gjë. Pse s'na keni thënë gjë, Juri Andreviç? Pse nuk e pranoni ndihmën? Në ju ardhsha për vizitë si komshin që jemi, ju do të mbyllni derën? Ja ktheu nga vendi ku ishte Marina. Juri Andreviç tha me vete se Marina, me atë timbër zëri që kishte, fort mirë mund të bëhej këngëtare. U dëgjua i ëmbël me kumbim të pastër,
me ton pak të lartë por melodios. Fliste me zë jo të fortë, por të tillë që ishte më i lartë se ai që përdoret për nevojat e përditshme. Ai zë sikur nuk shkrihej me Marinën që e nxirrte, por oshtinte prej saj, të dukej sikur vinte nga një dhomë tjetër, sikur thuhej prapa shpinës së saj. Zëri ishte mbrojtja dhe ëngjëlli i saj shpëtimtar. Vajzën me një zë të tillë s'të bënte zemra ta fyeje. Nuk doje ta mërzitje, aq më pak ta pikëlloje. Ky e diel u bë shkak që u lidhën. Pas kësaj vajza i shkonte shpesh për ta ndihmuar në punët e shtëpisë. Një ditë mbeti tek ai, nuk u kthye më tek njerëzit e saj. U bë gruaja e tretë në numër e Juri Andrejeviçit, e pa regjistruar në gjendën civile, ndërkohë që me gruan e parë vazhdonte ta kishte kurorën. Lindën fëmijë. Ëma dhe jati të bie në thirrnin, jo pa krenari, gruaja e doktorit. Markelli ishte i paknaqur vetëm për një gjë. Juri Andrejeviçi nuk po vinte kuror me të bien. Mos u çmende, e qortonte e shoqja. Si u bë kjo punë kur Antonia është gjallë? Pse lejon 2 kurora? Ti je çmendur, e kthente Markelli. E çyn Tanja këtu? Është një lloj sikur nuk ron më. Nuk ka ligj që e mbron atë grua. Juri Andrejeviçi ndonjëherë u thoshte me shaka se afrimi dhe miqësimi i tyre, romani me 20 kovat e ujit, ngjante me romanet me 20 kapituj apo me 20 letra. Marina ja falte doktorit tekat që ju shfaqen, sjelljen disi të çuditshme, nervozizmin dhe vrashtësinë, e vinte re rënien e përgjithshme ti, ja falte pa vëmend dhe pa kujdesin që dërgonte ndaj saj, rrumujen që shoqëronte lëvizjet e tij, ja duronte llombëtitjet dhe zënkat e të pakënaqurit nga jeta, sjelljen e prerë dhe mllefin e shfaqur. Vetë mohimi femëror i saj shkoi më tutje, kur familjen për fatin e saj e pllakosi varfëria. Marina, për të mos e lënë vetëm në atë hall, doli nga puna ku e çmonin dhe ndjente kënaqësi, veç jo për gjithmonë, nga që punonte mirë dhe sillej mirë i dhan fjalën ta pranojnë përsëri, po të donte të kthehej. Doli bashkë me ta në rrugë, në kërkim të punëve që do t'ju sillte ndonjë fitim për të mbajtur gjallë shpirtin, të dy bashkë prisnin dru. Disa që u pasuruan në kohën e politikës së re ekonomike, nepit, edhe disa persona që ishin më pranë qeverisë, ndërsa punonjës shkencor dhe artist, filluan të bënin jetë luksi. Njëherë, Juri Andrejeviçi dhe Marina tek fusnin brenda drut e prera, duke shkelur me kujdes me qëllimet e shtruar, panë që i zoti shtëpisë rrinte ulur në trezën e tij të punës dhe lexonte. Nuk dënjej u hedhte as syt burrit dhe gruas që hyn me drut në krah. Pagesën për punën u caktoi shoqja. Po ky dërç me qenë ka shytur aq fort në lexime, pyeti veten doktori. Po me kalem ç'noka ashtu, edhe me çfarë zëmërate i bë ka pa. I kaloi pranë me krahun e druve dhe pa që nga supi i lexuesit ç'kishte përpara. Ishin broshurët e Juri Andrejeviçit, që i kishte botuar së bashku me Vasjen në punishtën e tipografisë së shkollës. 7. Marina me doktorin zu një apartament tjetër në Spiridonov. Gordon kishte një dhomë larg tyre në Mallaja e Bronaja. Tani doktori dhe Marina kishin 2 vajza, Kapkën dhe Klashën. E para po mbushte 7 vjeçe, e dyta 6 muajshe. Fillimi i verës së vitit 1929 ishte i nxehtë. Të njohurit e vjetër pasi kalonin 2-3 rrugica, vinin e venin për vizitat e shoqoqi. Dhoma ku banonte Gordoni kishte vërtet ndërtim të çuditshëm. Dikur kishte qenë punishte rrobaqepsie me 2 kate, nga ana rrugës katet mbuloheshin me vitrina xhami që nga çatia deri në themel. Nëpër vitrinë ishte shkruar me gërma të mëdha të paruara mbi emri i rrobaqepsit dhe lloji i punëve që bënte. Prapa vitrinës dukej shkalla e brendshme spirale që bashkonte 2 katet. Tani lokalin e kishin bërë me 3 dhoma, kishin shtuar një nën tavan, edhe ishte formuar një dhomës e ulët me dritarin deri në dysheme. Ishte dhomë e çuditshme, në të banonte Gordoni. I kishin shkuar për vizitë Zhivago, Dudorovi dhe Marina me fëmijët. Marina me vajzat nuk ndonjë shumë, mbetën të 3 burrat shok të vjetër. Bisedonin shtruar siç bënin ngaherë mysafirët e mbrëmjeve verore, aq më tepër kur janë shok të vjetër të një klase, të lidhur me miqësi shumë vjeçare të sprovuar, po si bëhen zakonisht bisedat të tilla. Ndonjëri hedh në përdorim rezervën e fjalëve, kjo që bën e kënaq. Mendon dhe flet natyrshëm, lirshëm, duke i lidhur në varg arsyetimet. Në një rol të tillë e pa veten këtë mbrëmje Juri Andrejeviçi. Të 2 shokët e tij të vjetër nuk e kishin këtë rezervë shprehjesh, nuk e zotëronin shkallën e nevojshme dhuntinë të folurit, për ta plotësuar sadopak mangësinë,
varfërinë e të shprehurit, duke biseduar e cajaknin në përdhom, pinin duhan, tunnin e shkunin krahët, përsëritnin disa herë të njëjtat gjëra. Kjo razer nuk është ndershme, mirë them, nuk është as pak e ndershme, po, s'është e ndershme. Nuk e kuptonin se ky dramatizëm i pavend nuk fliste për temperament, por as për gjerësi karakteri nuk fliste, përkundrazi tregonte mospërsosje e mangësi. Gordoni dhe Dudorovi i bënin pjesë në kategorinë e profesorëve me emër, jetën e kishin kaluar me libra autorësh me peshë, ishin vërtitur mes mendimtarësh të shjuar, u ishte dhënë rasti të dëgjonin vepra kompozitorësh të mirë, që kishin qenë ndje të tillë edhe vazhdonin të ishin edhe sot. Muzika që ata dëgjonin ishte vetëm e mirë, nuk e dinin se fatkeqësia që na vjen nga shija mesatare është më alarmuese se fatkeqësia nga mungesa e shijeve. Gordoni dhe Dudorovi nuk e dinin se edhe qortimet, që nuk i kursenën në adresë të Zhivagos, i kishin të nxitura jo nga ndjenja besnikërisë ndaj mikut të vjetër, jo nga dëshira sinqertë për të ndikuar mbi të dhe për t'i zgjatur dorën e ndihmës, por vetëm nga padia për të menduar të lirë, për të drejtuar sjelljen me vullnetin e tyre, për të zhvilluar bisedën ashtu si u diktonte vetja. Qerrja e kuvendimit po i çonte jo në drejtimin e dëshiruar. Nuk mund t'ia kthenin drejtimin, donin s'donin do të përplaseshin pas ndonjë pengese, pas kësaj me sigurinë do të ndalte. Dhe ja, në vrullë sipër ajo qerrë u përplas pas predikimeve, qortimeve dhe udhëzimeve në adresë të Juri Andrejeviçit. Ky nga ana e vet i kuptonte fort mirë shtysat e patosit të tyre, falsitetin e shqetësimit të tyre për gjendjen e tij, u anuhaste mekanizmin e arsyetimeve. Miq të shtrenjtë, sa shumë të komanduar jeni, sa shumë të fryrë më flisni, sa falës më dukeni ju dhe rrethet që përfaqësoheni kur vërtiteni. E vetmja gjë e gjallë dhe e kthjellë që ju ka mbetur është ajo e kohës që jetuam bashkë. Edhe atë shihni tek unë, ndaj ju mbyt marazi dhe hidheni më qortoni. Po çdo të ndodhte vallë, po të kuturiste e tua bënte ballazi një vërejtje të tillë miqve të vjetër, për të mos i pezmatuar, për të mos prishur qef, Juri Andrejeviçi i dëgjonte i përkor. Dudorovi para pak kohë u kthye nga qarkullimi i parë. Ja njohën të drejtat, për të cilave gjatë kohës që ishte në bazë e kishin privuar. E rifitoi të drejtjen e mbajtjes së leksioneve dhe të drejtimit të seminareve në universitet. Po u tregonte për përjetimet gjatë qarkullimit, për gjendjen shpirtërore që kish kapluar atje, po u fliste sinqerisht pa fije në hipokrizisë. Vërejtjet që bënin nuk përmbanin pikën e frikës, duke që nuk mbante asnjë rezervë, po a thoshte të gjitha. U tha se argumentet e çuarjes në bazë të trajtimit gjatë qëndrimit atje dhe pas kthimit që andej, veçanërisht bisedat kokë më kokë me shokët e bazës, ja kishin kthjelluar mendjen. Veten e ndjeu të riedukuar politikisht, edhe për shumë çështje ju hapen syt, doli i ftylluar si njeri. Gjykimet e Dudorovit gjenin jeho në shpirtin e Gordonit, nga që ishin të flashta dhe bajate, ishin edhe tepër të rrahura. Tunte kokën shenjë miratimi, me çdo gjë që thoshte shoku, binte dakord. Ishte stereotipia e asaj që ndjente dhe thoshte Dudorovi, ajo që e prekte aq shumë Gordonin. Shkërbimin e ndjenjave aq fort të përhapur e mbante për shprehje njerëzie. Fjalime si ky i Dudorovit të mbushur me shpirt madhësi dhe me dëshirë bashkëpunime me zyrtaren, ishin në frymën e kohës. Po ja që ishte pikërisht për ligja e hipokrizisë, pranimi i saj si diçka e ligjshme, e qartë, ajo që e revoltonte Juri Andrejeviçin. Se njeriu që nuk është i lirë, kur duher e idealizon në robërin. Kështu ka qenë në mesjetë, me një tillë dukuri kanë luajtur sa kanë dashur jezuitët. Juri Andrejeviçi nuk e honepste dot misticizmin politik të intelektualëve sovjetik, pikërisht në atë anë të saj që e mbanin për arritje kulmore, siç shpreheshin atëherë, tavan të lartësimit në frymën e kohës. Juri Andrejeviçi e fshihte nga miskët njësi vetjake, e bënte për të mos u prishur me ta. Në të vërtetë, nga të gjitha ato që u tregoi Dudorovi për Juri Andrejeviçin, interes mirëfillt përfaqësonte ajo që u tha për Vonifati Orlecovin, priftin e sektit Tihanov, me të cilin u njoh gjatë qëndrimit në qarkullim. I internuari kishte një vajzë 6 vjeçe, Kristinën. Internimi dhe fati i babait dashur ishin për vajzën një shuplak e rëndë. Fjalët shërbëtor i Zotit, i privuari nga e drejta e votimit dhe epitetet tjerë të këtij lloji, vajzës i dukeshin çndëruese. Ndoshta thellë në zemrën e saj fëmijërore, ju betua vetes ta shlyente me çdo kusht damkosjen me turp të emrit familjes. E bëri qëllim të jetës, me forcë vepruese të largët ju përveç punës me zjarr, e mbushur me vendosmëri të palukundur, që në mituri e tregoi veten luftëtare të denjë për gjithçka që mbahej e patundur në doktrinën komuniste.
Po shkoj, u tha shokëve Juri Andreviçi. Mos ma merr për keq Misha. Po m'zihet fryma në këtë zaguzhit kësaj dhome. Nuk po mjafton ajri. Edhe vetë sheqer kam hapur dritarën. Të na falësh, pim duan. Ja që harrojmë se nuk duhet pirë kur jeti. E çfaj pas kam që kjo dhomë gjanë më shumë me qymezin se me dhomëzën. Me gjej një tjetër, do ta di për nder. Po dalë gurdosha, folëm sa deshëm. Ju falenderoj për vëmendjen që treguat shokët e mi të dashur. Nuk është se llastohem, e kam nga arterioskleroza. Muskujt e zemrës po më dobësohen, po më squllen. Një ditë prej ditësh, prite kur do të më squllen edhe të mos jenë të zot të punojnë. E pra, nuk i kam mbushur 40. As pianec nuk jam, nuk kam abuzuar një jetë. Si shpejt po ja këndon për shpirtjen vetes, marrëzira po flet. Do rroshe do të rashëgosh. Kohët e fundit shpesh më shpesh vjen në re shfaqje mikroskopike të hemorragjisë të zemrës. Nuk them se janë patjetër vdekjeprurse, ka raste kur ato që vuajnë mbijetojnë. Është sëmundje e kohës. Për mendimin tim ka bazë morale. Prej shumicës dërmuese të njerëzve si unë, kërkojnë hipokrizi të vazhdueshme, sistematike, kudo në çdo gjë. Nuk kalon pa rrjedhoja për shëndetin. S'është e lehtë sillesh çdo ditë ndryshe nga ç'mendon, të shpenzosh forca për gjëra që nuk i ke për zemër, të tregohesh i ngazëllyer kur shes se nga ajo që ndodh të vjen fatkeqësi. Sistemi ynë nervor duhet marrë në konsiderat. Është trup fizik i përbërë për pengëzash. Shpirti ynë zëvon hapësirë, por gjendet brenda nesh, ashtu si gjenden dhëmbët në gojë. Nuk bëjmë mirë që e dhunojmë në çdo hap që hedhim. Do të vijë një ditë kur do të ndëshkohemi. Dudorov e pata të rënda dëgjoja tregimin tënd për qarkullimin, për riedukimin, për kuptimin e ri, të drejtë të rolit të shoqërisë në jetën tënde. Ishte një lloj si tregonte Kali që e stërvitën në shkollë kuajsh. E marrë mbrojtje Dudorovin. Ti thjesht u çmësove të përdorësh fjalë për të qenë. Të tilla që i duhen njeriut. Fjalë që i duhen njeriut nuk gjen më në zemrën tënde, Juri. Mund t'jetë edhe ashtu si thua ti, Misha. Sidoqoftë më falni. Me lejoni të largohem, nuk mbushem dot me frym, ju betohem që se s'madhoj. Prit po dredhon, s'të lëm t'ikësh pa na dhënë përgjigje, shtërruese, të dalë nga zemra. A je apo nuk je në një mendje me ne se duhet ndryshosh të korrigjohesh? Ç'mendon bësh në këtë drejtim? Duhet qartësuar problemi i Tanjës dhe i Marinës. Janë qenie të gjalla, janë femra. Edhe ato ndjejnë, edhe vuajnë, nuk janë ide shterpe si puna atyre që të vërtiten me shumicë në kokë. Si ato arsyetimet krejt arbitrare që i ke fort për zemër. Pastaj, a nuk është turp të shkojë dëm një njeri si ti, të vegjetojë dhe të mos i sjellë shoqërisë as një dobi? Duhet të shkundesh mirë byrazer, ta flakësh tepër tacinë dhe plokshtin, ta ngresh lart kokën, ta analizosh gjithçka esëll dhe të heqësh dorë një herë për gjithmonë nga mendjematësia e papërligjur. Po, ta bësh gjithçka pa fudullëk. S'të lejohet të vazhdosh të jetosh kështu. Duhet të fillosh nga puna, të shërbesh, ti përkushtohesh praktikës mjekësore. E po mirë, po ju përgjigjem. Jo njëherë kam menduar dhe mendoj për këtë, sidomos kohët e fundit. Pa mos kuqur as pak faqja, ballazi po ju a them, me sa shoh gjithçka do rregullohet. Shumë shpejt do t'i vënë vi punët. Do ta shihni, ju betohem. Gjithçka po shkon drejt mos e mjerës. Kam në gjij një zjarr për t'jetuar, po për mua të jetosh do thotë të lëvizësh përpara, me sa më shumë vrull, të shkosh drejt mos e lartës. Të sunosh me sublimen, të lakmosh më të përsosurën dhe të arrish atë. Më gëzon Gordon që nuk është hera e parë që e merr në mbrojtje Marinën, ashtu si dikur mbaja anën e Tanjës. Nuk kam ndonjë sherr me te, me askën nuk jam sherr. Më ki qortuar sa jo më drejtohet me ju kur suni flas me ti. Më thret me emër dhe me emrin e babait. E si nuk i dit kam detajet tilla, kuptohet që ma ndrydhin shpirtin, po pa barazia që i kishte rënjët më thella se këto shfaqje, tani më u mënjanua nga unë. Tani çdo gjë në marrëdhëniet tona është në vendin e vet. Barazia në mes nesh është e plot. Mundem t'ju bëj të ditur një të re të këndshme. Filluan të më shkruajnë nga Parisi. Fëmijët më rritën. E ndjejnë veten të lirë në mjedisin e bashkëmoshatarëve francez. Sa shenjë kam mbaron shkollën fillore. Masha do hyj këtë vit. Ti me bi se njo. Nga disa shenja të sigurta bëj përfundimin se vjehri me Tanjën janë në dieni të bashkëtesës sime me Marinën. E din se kam 2 vajza me të. Me sa duket, i ka rënë në vesh me rrugë të tërthorta. Aleksandra Aleksandroviçi kuptohet, e ndjen veten të fyer i dhimbset e bija. Me këtë shpjegohet ndërprerja gjatë 5 vjetëve e letërkombimit.
Ju e dini, pasi u ktheva në Moskë, i shkruanim rregullisht njëri tjetrit. Më pas letrat që i shkrova mbetën pa përgjigje. Mora vetëm para pak kohe. Më shkruanin ata dhe fëmijët. Ma ngrohen shpirtin me përzemërsinë që tregonin. Ma përkdhelën sedrën e prindit. Pra, vëre zbutje. Ka mundësi të kenë ndodhur ndryshime që lidhen me Tanjan. Ndoshta ka gjetur në një mik zemrë dhe në Zoti të jetë kështu. Asgjë të saktë nuk di, edhe unë u shkrova. Tani boll, nuk po qëndroj dot, ka rrezik të mbjerë fikët. Mirupafshim. Ditën tjetër në mëngjes të Gordoni, as e gjalla as e vdekur erdhi Marina. Nuk ish patur me këtë linte vajzat, të voglën e kishte mbështjell kopanec me batanie, e mbante shtrënguar me njërin krah pas gjoksit, më të madhen e mbante për dore. Kjo grindej. Misha, Juri te ju është? E pyeti me zërin e tjetërsuar. Pse nuk u kthye mbrëm në shtëpi? Jo. Do të ketë fjetur te Dudorovi. Isha nuk e gjeta aty. Kishte shkuar në universitet. Fëmijët e njohin Jurin, thanë se nuk e kishin parë. Po ku qenë ka atëherë? Marina e vuri kopanecin në divan. U shkre në vaj. 8. 2 ditë Gordoni me Dudorovin që larguan nga dhoma e Marinës. Bënin roje me radhë, kishin frikë ta linin vetëm. Me të ndëruar, shoku nisi në kërkim të doktorit. Shikonte në ato vende ku sipas tyre mund t'ishte. Takuan miqtë e tij të vjetër dhe të rinj. Shpresonin t'i binin në gjurmë duke dëgjuar ç'thuhet. Kërkimet nuk dhanë asnjë rezultat. Polici nuk e njoftuan, nuk donin t'i vinin ndjeni pushtetar për personin e tij. Ndonë se doktori nuk ishte i dënuar, por siç vlerësoheshin atëherë njerëzit, ishte larg se qenë qytetar shëmbullor. E biseduan dhe vendosen se do t'i drejtoheshin organeve të policisë, vetëm po t'ishin të detyruar ta bënin. Pas 3 ditë mungese, Marina, Gordoni dhe Dudorovi, në orë të ndryshme, morën secili letër nga Juri Andreviçi. Ju shpreh të keqardhjen për shqetësimin e shkaktuar dhe për frikën që u ngjalli. I lutej të falnin dhe të qetësoheshin. I këshillonte të ndërprisnin kërkimet, nuk do t'i qonin në fundin që dëshironin. U bënte të ditur se në përpjekjen për ta ribërë sa më të plotë sa më shpejt fatin e vet, donte të qëndronte për një kohë në vetmi, të përqendrohej në disa punë të ngutshme, për të hedhur sa do pak rrënjë në mënyrën e re të jetesës që do të zgjidhte pas kthesës. Duhej të bindej se pas vendimit të marrë, nuk do të kishte më kthes prapa. Atëherë do dilte nga strofulla ku gjendej, edhe do të kthehej te Marina e te fëmijët. Gordoni i shkruante se por dërgonte para në emrin e tij për t'ia dhënë Marinës. E porosiste të gjenin një datë për vajzat që Marina të kthehej në punë. I shpjegonte se nuk do i dërgonte ato para në emrin e saj, nga frika mos merrej veshuma dhe mund t'i dilnin përpara t'i e gabitnin. Parat nuk vonuan të vinin, ishte një shumë të cilën askush nuk priste ta kishte doktori. Pajtuan Dado, Marina u kthye në post telegraf, por nuk u qetësuan. Donin s'donin, u pajtuan me trillin e radhës prej doktorit. Vazhduan ta kërkonin, por nuk i ranë dot në gjurmë. 9. E pra banonte vetëm disa hapa larg tyre, gjenden në rrethin e ngushtë të kërkimeve të tyre. Ditën që u zhduk, në të muktit e mbrëmjes, përpara se të binte errësira, doli nga Gordoni në rrugën Branaja dhe eci në drejtim të rrugës që do ta shpinte në shtëpi. Nuk bëri as 100 hapa në atë rrugë, kur u takua me të vllain, Eugraf Zhivagon. Juri Andreviçi kishte 3 vjet që se kishte parë, nuk dinte gjë për gjëje për të. Doli që Eugrafi ndodhej rastësisht në Moskë. Kishte pak kohë këtu, siç e kishte zakon, u gjend si e rënë nga qielli. Përgjigjet që jepte nuk të sqaronin asgjë. Pyetjet i anashkalonte. Me të shumtën e herëve heshte, qeshte kot dhe mbulonte çdo gjë me shaka. Kur vet ai, vetëm me 2-3 pyetje dhe udhësira arriti të krijonte përftërim plot për pikëllimin e Juri Andreviçit, i zhbjeroi prapësitë në rrugën e zhurmshme ku gumzhinte tullovia njerëzore. Hartoi shpejt e shpejt planin për të ndihmuar vllain për të shpëtuar nga rreziqet. Zhdukja e përkohshme e Juri Andreviçit, qëndrimi i tij për një kohë në fshehtësi, ishin shpikje e Eugrafit. Zuri për vllain një dhomë në rrugën ku banonte Kamerherskaja, jo larg teatrit artistik. I dha para, i dha fjalën se do të çalltiste t'i gjente punë të mirë, të tillë që të mund të merresh me punë shkencore, i premtoi që sot e tutje do ta kishte në pekulin e vet. Tek po ndaheshin, i tha se do të sasironte edhe do ta vinte në rrugën e zgjidhjes çështjen delikate të familjes që kishte në Paris.
O Juri Andrejeviçit bënte bashkim familjar me të shoqen dhe 2 fëmijët në Paris, o të lejojshin të vinin ata këtu. E qetësoi vllain, i afroi në çdo gjë përkrahje dhe ndihmë. Premtimi e mbushi me shpresë doktorin e zgërlaqur, por si dhe më parë, pyetja se me ç'punë merrej vllai, ç'po zinte, mbeti pa përgjigje. Pas këtij takimi të beft, Juri Andrejeviç nuk u arvat më të deportonte në këtë fshehtësi. 10. Dhoma shihte me të dyja dritaret nga jugu, për karshi duke i çatje e teatrit. Dielli veror bënte të zhytej në hije kallëdërimi i rrugicës. Ishte më e madhe se një dhomë e zakonshme pune, aty që fshehur Juri Andrejeviçi. Po kalonte periudhë të edhshme, me dimjet që i bujitnin s'arrinte dot t'i hidhte në letër. Imazhet dhe figurat ja dytnin fantazinë, sikur ploskonin ajër, pastaj strukeshin qoshe, një lloj siç dyndin studion e piktorit tablote shumta dhe të ndotura, por të lëna hë për hë të kthyer me faqe nga muri. Kjo dhomë e zgjedhur nga doktori ishte sallë gostie shpirtërore, por edhe qilar çmendurie, depo sinqeriteti krijues. Për fat mirë përpjekjet për të filluar nga puna në spital u shtyn. Kishte në dorë mjaft kohë të lirë, mund t'i përkushtoi punës krijuese, mundësia që ju dha duhej shfrytzuar. Fillimisht ju vu punës për rregullimin dhe sistemimin e dorëshkrimeve që ja kishte sjell dikur eografi. Lëndma në to ishte shkapërderdhur, u detrua të përhapej më shumë nga që i lejonte natyra krijuese që kishte. Nuk kaloi shumë dhe hoqi dorë nga kjo punë. U hodh në hartimin e diçkaje të re, e tërhoqi hedhjen letër e mendimeve të freskëta. Skicoi disa tregime të shkurtra dhe artikuj, riprodhoi ngjarje nga koha e qëndrimit me Varikino, rishkroi disa poezi të hedhura që atëherë në letër, herë rregullonte fundet dhe pastaj fillimet e anasjelltas, bënte si t'i vinte, nuk shihte ç'punë nxirrte nga duart. Ndonjëherë mezi u bënte ballë mendimeve që i vinin pal, e shungullonin me furinë e tyre, nga që nuk ja dilte dot t'i hidhte në letër, i shkruante fjalët me shkurtime, mendimet mezi prisnin që t'i fiksonte në letër. Juri Andrejeviçi nxitonte. Kur i lodhe imagjinata dhe ritmi i punës binte, merrej me vizatime, anash letrës si kishte përpara, vizatonte pamje pyjesh, bryle, rrugësh, reklama në fushë të hapur, moro dhe vetë qinkini, makina mbjellëse, makina shirëse. Tregimet dhe vjershat i shkroi me të njëjtën temë, i kushtoheshin qytetit. 11. Më pas në vandakun një të vogël të shkrimeve të Juri Andrejeviçit u gjendën fije letre me këto shënime. Në vitin 1922, kur u ktheva në Moskë, qytetin e gjeta të bushatisur, gjysmë të shkretuar. E tillë doli Moska nga sprovat e viteve të para të revolucionit. E tillë është edhe sot. Popullsia është rralluar, shtëpitë të reja nuk ndërtohen dhe të vjetrat nuk riparohen. Por edhe në këtë gjendje Moska vazhdon të jetë qytet i madh, frymëzuesi e vet me artit të sotëm të ri. Numërimi i rregullt i sendeve dhe nocioneve në dukje të papajtueshme, por të vendosur pranë e pranë si rastësisht, rënditja e simboleve, Bloku, Verharni, Whitmani, nuk është as pak tek stilistike, është rënditja në një mënyrë të re e përshtypjeve e diktuar nga jeta dhe kopjuar nga natyra. Ashtu si u japim dërmën figurave në vargjet e hedhura në letër, na del përpara rruga e qytetit në fundin e shekullit 19 në një ditë pune. Për bëri nesh zvarritet vargani e njerëzve, turma, pajtonat, karrocat, tramvajet, trenat elektrik të nëndheshëm dhe të mbidheshëm. Breshësia bëritore nuk ka më vend rreth ana tilla. Vëmendja ndaj saj do të ishte falsitet letraresk, manjerizëm i panatyrshëm, dukuri libreske. Diçka e mbajtur në qytet nga fshati dhe nga raftet e bibliotekave të fondeve akademik. Gjuha urbane sot është gjuha e natyrshme. Ai shkon frymës së kohës, është gjuhë e gjallë dhe si e tillë po zërrënj dhe po bëhet zotruese. Banoj në një udhkryq me lëvizje shumë dhe me zhurmë shumë. Moska, e verbuar nga dielli shëndetës veror, e nxjerrur nga asfalti në të cilin bien edhe shëndetjet e xhamave të kateve të sipërme, dihat aromen e reve dhe erën e bulevardeve. Kjo Moskë vërtitet rreth meje, ma merr mendjen, kërkon nga unë t'ja shtoj lavdin, duke u apushtuar zemrën bashkëqytetarëve. Ajo ndaj edhe më edukoi të tillë, ndaj ma dha në dorë artin. Vazhdimisht ditën dhe natën, rruga që zhurmon prapa dritareve të mia është lidhur po aq ngushtësisht dhe me shpirtin e sotëm, sa lidhet me skenën uvertura që sapo ka nisur të dëgjohet. Kur perdi është e lëshuar, e errët, po s'ka gjë,
Janë dritat për rreth kornizës kenës ato që e mbajnë përqendruar vëmendjen e sallës, të mbuluar, të strukur në fshehtësi. Perdi është e lëshuar, por dritat diç paralajmërojnë. Qyteti që tërë kohës gumzhin dhe gjallon, rrapllin dhe gjemon prapa dritare sime, është një uverturë vërtet e mëdhërishme e jetës së cilet prej nesh. Pikrisht në këtë frym, duke përzgjedhur të tilla nuanca, do të dëshoja të shpresha për qytetin. Në fletorin me poezitë Zhivagos, e cila u ruajt pas tij, nuk ishte vargje me këtë temë, përveç ndoshta vjeshtës Hamleti. 12. Atë mëngjes fund gushti, Jure Andreviqi hipi tramvajit në cepin e rrugës Gazetnaja për t'u paraqitur në krye të detyrës. Ishte dita e parë e punës në spitalin Botkin, e kishin emëruar mjek pavioni. Nuk i eci, nuk ish bërë as disa metra rrugë, kur përpara tramvajit u duk një karrocë, rrotat e cilës kishin ngecur në shina. Tramvaji ndali. Atë çast, mbi kokat e udhëtarëve, në çatinë e tramvajit, ndodhi një lidhje e shkurtër, u dëgjua një krisëm dhe zhurma diçkaje që digjej. Shoferi doli me një kacavit të madh në dorë, ul poshtë rrotave, bëri çmundi për mjanimin e defektit. Tramvaji i prishur u zuri rrugën të tjerëve, rreshti prapa tij u zgjat, arriti deri në manezh. Udhëtarët e tramvajeve të fundit hipën në të parët për të fituar kohë. Në tramvajin e parë ku kish hypur Juri Andrejeviqi u ngjeshën. Vapu u shtua, ajri mungonte, re të mëdha, të zeza mbuluan qiellin, po afronte shtrëngata. Juri Andrejeviqi rrinte ulur në njërin nga stolat e anës së majt, e kishin ngjeshur pas dritares. Përpara shihte hyrjen e konservatorit, njerëzit që ecnin në trotuar me pamje të menduar. Të tillë zakoni kishte, nuk linte t'i shpëtonte asgjë pa e vënë re. Një grua e shkuar në moshë me kapele kashte të zbukuruar me lurëshqerre, prej lecke në njërën anë, e veshur me një fustan lela të modës vjetër, duke gulquar nga vapa dhe duke bërë fresk me arashk, me pakun e vogël shtënguar fort në dorën e djathtë, ecte në anë të trotuarit. Duke se ja shtrëngonte fort trupin e drobitur nga pleqëria korseja ngushtë, që me siguri ja shtonte vapën. Duke që me zi po e duronte të nxehtit, fytyra që mbuluar me djers, her pas here fshinte me shamina më ndafsht ballin e lagur dhe buzët. Ecte paralel me shinat të tramvajit. Pas pak, Juri Andrejeviqi e humbi nga të parët, por tramvaji i riparuar u nis e arriti plakën. Si bëri disa metra rrugë, tramvaji përsëri u prish, dhe gruaja e arriti dhe e kaloi. Juri Andrejeviqit ju kujtuan problemet e aritmetikës me detyrën për të përcaktuar kohën e humbur pas kaq e kaq ndalesave, kur shpejtësia e lëvizjes së trupit është aq e kaq. Provoi ta zgjidhte me mendje problemin, por nuk e çoi deri në fund. Vëmendja i kërceun çështjet e tjera, mendimet ju zuan me gjykime më të koklavitura. Mendonte për njerëzit që shihte nga dritarja, vinte re lëvizjet e tyre me shpejtësi të ndryshme, u shut në hamendjet e kota për fatin që e priste njërin apo tjetrin për përjetimin e gjithë secilit. Teoria e relativitetit e zbatuar në jetët e njerëzve ia mbushi kujtesën më të dhëna, por kur e pa veten të ngatruar në kësi gjykimesh, hoqi dorë dhe prej tyre. Shkreptui një rruthe, gjëmoi bubullima, tramvaji i prishur keq përsëri ndaloi. Plaka e veshur me fustan lela u duk përsëri në kornizën e dritares tramvajit dhe u largua, duke ndjekur me ngulm rrugën. Ran pikët e para të mëdha të shiut, lagën anë rrugën dhe kaldërëmin, lagën edhe plakën që e shpejtoi hapin. Shkull me ere bën të shpupuriteshin dhe të shprinin gjethet e drurve, për pak sa nuk ja hoqen kapelen e kashtës plakës. Ja ngritën lart fustanin, po ashtu si nisën, ashtu pushuan dhe gjithçka u qetua. Doktori nuk po e ndjente veten mirë, po i merrej fryma, po i përziehej. Me vështirësi u ngrit në këmbë, u përpiq të hapte dritaren, por nuk mundi, se arritën forcat. U lshui kapitur në karrige. I thanë se dritarja ishte mbërtyer me gozhda pas kornizës, por i përhumbur dhe mendje prishur siç ishte, Juri Andrejeviqi asgjë s'mori vesh. Gjendja e rënduar po i përkeqësohej. Zërat që i folën ju duken sikur s'kishin të bënin me të. U ngrit përsëri, me sforcim njerëzor e tundi dhe shkundi dritaren. U përpoq të ulte poshtë kanatën, por në këto e sipër ndjeu një dhëmje të fortë, therse, të tillë që nuk e kishte provuar ndonjëherë kurrë. E kuptoi se nga sforcimi i pazakontë se që kuput për brenda. Tha me vete se rrezik t'i kish shkaktuar vetes në një dëmtim fatal.
prite kur t'i ndodhte e pa korrigjueshmja. Në këtë kohë tramvaj lëvizi, por jo gjatë, ndali përsëri, ishin afruar presnjës. Juri Andreviqi u ngrit me forcë vullnetit të pa imagjinueshëm, çau grumullin e njerëzve të shtrënguar njëri pas tjetrit, mundi të dilte në platformë në fundin e vagonit. Aty nuk e lanë shtyhe më, i folën të zemruar. Rryma e freskët e ajrit që vinte nga dera hapur ja faditi fytyrën. Juri Andreviqi u mbush me frymë, tha me vete se ndoshta nuk e kishte aq keq punën, u ndje pak më mirë. Bëri si bëri dhe u shty deri daljes. Përsërimi të u derdhën sharjet, britmat dhe zëmratat e pasagjerëve të ngjeshur dhe cikletosur. Pa ju kushtuar as më të voglën vëmendje, Juri Andreviqi depërtoi deri daljes edhe i zbriti ngadalë shkallët e vagonit që nuk ishte ndaluar në mes të rrugës. Hodhe një hap, një tjetër, një të tretë, u rrëzua në gurët e kaldërëmit edhe nuk u ngrit më. U dëgjuan klithma, u bë zhurmë, folën më zot lartë, dhanë këshilla, diskutuan. Disa udhëtarë zbritën nga tramvaji dhe rrethuan fatkeqen, i matën pulsin, panë se nuk merrte me frymë, zemra nuk i punonte. Ju afruan dhe të tjerë që ecnin në trotuar, disa dukeshin të qetë, me të shumtë të alarmuar, e shihnin se shpresat për kthimin në jetë fatkeqet ishin të humbura. U bindën se nuk e kishte shtypur tramvaj. Turma erdhi u rrit. Grumullit e kurishtarëve ju afrua dhe plaka me fustan lela, qëndroi, e pa të vdekurin, mbajti vesh çflitej e vazhdoi rrugën. Ishte e huaj, por aq arriti të kuptonte. Disa thoshnin ta fusnin në tramvaj dhe ta çonin në spital. Të tjerë thoshin se duhej lajmëruar policia. Gruaja vazhdoi rrugën, nuk i priste koha që dëgjonte zgjidhje do t'i jepej. Plakushi me fustan lela ishte qytetarja zviceriane, Mademoiselle Flori nga Meluzejeva. As më pak dhe as më shumë, por 12 vjet rresht nuk ishte lënë gur pa lëvizur, kur nuk ishte drejtuar për t'ia njohur të drejtën e kthimit në atë dhe. Vetëm pak kohë më parë, më në fund, jo mor parasysh kërkesa. Kishte ardhur në Moskë për të marrë vizën. Nxitonte për në ambasadën e vendit vet, me dorë shtrëngonte dokumentet e mështjella. Ishte ajo që ecte, që linte tramvajin prapa, edhe ky e zinte, e kalonte, ajo përsëri e kalonte, ja tek arrite edhe këtë herë. Pa zhivagun e vdekur, e la, e bindur se nuk do të ngrihej kurrë më, kurse vetë vazhdoi rrugën e jetës. 13. Nga korridori përmes derës dukej cepi i dhomës me tryezën e vendosur kithët. Nga tryeza në derën me varkën e gdhëndur, shihej fundi i ngushtuar i arkivolit në cilën mbështeteshin këmbët e të vdekurit. Në dhomë nuk kishte gjë tjetër përveç tryezës së shkrimit. Dorëshkrimet i mblodhen dhe i futën në një kashon, kurse në tryezë vun arkivolën. Jastëkët ishin të fryrë, trupi në arkivol qëndronte pakës i ngritur si kodërs. E rrethonin lule, shumë lule, tufa të tëra lela në të bardhë, lule e rrallë në atë kohë, çiklamina, hiroshe në vazo dhe në shporta. Lulet nuk e linin dritën të hynë të lirshëm nga dritaret, dhe përtonin me kursim përmes petaleve dhe kërcejve, e vagull binte në fytyrën dyll të verdh, në duart e palosur në gjoksin e të vdekurit, në terrasat dhe në bezën me të cilën i zhveshur arkivoli. Në tryezë dukeshin si të pikturuara drithijet e bukura, ngjanin sikur sapo kishin pushuar së përkunduri. Ishte koha e përdorimit në mas të djegës së kufomave në krematoriume. Marina nuk pranoi të falej në kishin ndjeri, nga frika mos kishte pasoja, mos humbiste vendin e punës, pensionin e fëmijëve, të drejtën e tyre për të vazhduar shkollën, por kryesorja për të mos u parë me sy të keq nga pushtetarët. E quajtën të mjaftueshëm për sesionin e përcjelljes qytetare dhe djegjen në krematorium. Njoftuan atje ku duhej, priti të vinin përfaqësuesit e pushtetit. Në pritet të tyre dhoma ishte bosh, të kujtonte dhomat kur banorët largohen në vendbanim të ri. Heshtjen e prishnin vetëm hapat e përmbajtura, hije rënda, në majat e gistave të atyre që hynin e dilnin duke i dhënë lamtomirën. Nuk ishin shumë, po ishin shumë më tepër nga ç'pritej. Lajmi për vdekjen e njeriut që nuk kishte ndonjë emër,
U përhap me shpejtësi të habitshme nëpër të njohurit e tij. U mblodh një numër jo i vogël njerëzish. E kishin njohur të ndjerin në kohë të ndryshme të jetës, dhe po në kohë të ndryshme e kishin humbur nga syt, dhe e kishin harruar. U gjendën shumë më tepër dashamirë të mendimit të tij shkencor dhe të muzës së tij, ishin miq të tij të panjohur, që nuk e kishin parë asnjëherë njeriun, që po atë tërhiqte si me magnet zemrat. Erdhën dhe e pan për herë të parë, hodhen mbi të shikimin e fundit të lamtomirës. Në këtë orë, kur heshtja e përgjithshme e pambushur me kurfar ceremonie rëndonte mbi humjen të dashurit, vetëm lulet ishin ato që zëvendësonin faljen e përshpirtjes edhe ceremoninë mortore që mungonte. Lulet jo thjesht lulëzonin dhe lëshonin aromë, po të dukej sikur ato e kishin bashkuar hijeshin dhe erën e mirë për të ndaluar shpërbërjen e kutërbimin e kufomës, sikur që nuk bënin për të lëshuar sa më shumë aromë, për ta hijeshuar sa më këndshëm mjedisin, si t'ishin ato përmbyllëset e mrekullueshme të këtij procesioni mortor. Mbretërinë e bimësisë e përftron me lehtësi si fqinj të mbretërisë së vdekjes, në gjelbrimin e tokës dhe hijen e drurve të varrezave, pranë gonxheve dhe luleve, pranë bisjeve dhe kërcejve të barit, ndoshta më tepër se kudo, janë të përqendruara, të fshehta të shndërrimeve të çdo lloji, gjëzat e jetës, të cilat aq shumë përpiqemi t'i zhvirojmë. Nëna e Zotit, Maria, nuk e njohën çastin e parë Jezusin kur doli nga varri, e mori për kopshtar që ecste nëpër varrez. 14. Kur të ndjerin e sollën nga morgu në shtëpi, miqt që sapo e morin vesh fatkeqësinë, shpejtuan të tronditur dhe hyrën në portën e hapur me të dyja kanatat. Marinën e gjetën në gjendje Alivani edhe gjysmë çmendurie nga e papritura dhe pikëllimi i madh. Në fillim i humbi djenjat, mezi e sollën vete. Me pas zurit të përplaste kokën si e luajtur pas dyshemes. Pastaj pas anës e krevatit ku e shtrin të vdekurin derisa u asollën arkivolin dhe shtruan dhomën. Derte lotën nxehtë, vuri kujen me fjalë zemre, mend mbytej nga dënesat dhe nga shrimi, duke që nuk ishte në gjendje ta kontrollonte veten. Pastaj e qeu me ligje, siç bën në popull, nuk shikonte njeri, për askënd nuk donte t'ja dinte. U kap fort pas kufomës dhe ishte pamundur ta shkëputje kur erdhën ta merrnin për ta çuar në dhomën tjetër, ku kishin nxjerr plaçkën e tepërt e kishin pastruar dhe shtruar. Do ta lanin, do ta vishnin, do ta vinin në arkivolin që sapo sollën, do ta vinin në tryezë dhe aty do t'i jepnin lamtomirën e fundit. Tërë kjo ndodhi dje. Sot Lebetia dhe Kuja disi u fashitën. Në vend të tyre ishte gjendje si nklapje në përhumbje. Ndjej pa fuqia dhe hutimi i plot, nuk flisnin, vetëm shihnin të topitur dhe të dërmuar. Në këtë gjendje kaloi Marina ditën e përcjelljes së shoqit dhe natën që pasoi. Nuk shkoi asgjë kundi, u mblodh me fëmijët dhe me njerëzit e saj në shtëpi. Ja sollën vajzën e vogël të ushqente. Afruan edhe vajzën e madhe të shoqëruar nga dadoja, një vajzë e re, ashtu si i sollën i larguan. I qëndruan pranë të afërmit, po se lanë vetëm as Duderovi dhe as Gordonin. Jati qante pa u ndjerë, vetëm her pas here rufiste hundët. Nëna dhe motrat rrinin pranë të larën lot. Në tërë atë vërshim njerëzish u veçuan dy që nuk e shpallën veten si të afërmit e të ndjerit. Nuk ju afruan Marinës për të ndarë me të pikëllimin e madh dhe zinë, nuk u përzihen as me miqtë të ndjerit. U alan këtyre të drejten për ta shfaqur pikëllimin dhe për t'i bërë ndërimet e fundit. Pretendim vërtet nuk shfaqen, por të drejtën e kishin, të veçantë, të pakontestueshme, të pikëlloheshin për humbjen e madhe. Këtë drejtë të pashpallur askush nga të pranishmit nuk u vinte dot në diskutim aq më tepër t'u mohonte. Këta dy njerëz morën mbi vete, përkujdesin për varrimin dhe çdo e bërë, e bën pa u ndjerë, duke që e bënin me ndjenjë. Zemërgjërsia që treguan dhe fisnikëria që shfaqen në anë sy, bëri përshtypje, u çmua. Të dukej sikur i kishin qartë arsyen e vdekjes, sikur ishin të vetmit që duhej të përgjigjeshin për varrimin, sikur ishin me faj përpara të ndjerit, madje tërthor sikur ishin shkaktar të vdekjes tij të parakohshme. Të dukej sikur ishin këta ata që e kishin dhënë miratimin e kësaj vdekje, ishin pajtuar, kurse tani nuk shihnin vdekje gjën më kryesore.
Të pak qenë ato që i njohen, kishte që vetëm e merrnin me mend, kurse shumica as e përftëronte kush ishin. Kur njeriu me sy të ngushtë si të kirgizëve, hetues dhe kërshërindjellës dhe gruaje bukuroshe që nuk mundohej as pak të shfaqte bukurinë, hyn në dhomën ku ndodhej arkivoli, të gjithë, pa përjashtuar as Marinën, në fillim i pan të heshtur, të nemitur. Pastaj, si ta kishin bërë me fjalë, u larguan që aty për ta lënë dhomën të lirë. Në fillim pasi u ngritën si me urdhër gjithë në këmbë nga karrige të veta përgjatë murit, bën me janë, pastaj duke shtyr lehtë njëri tjetrin, dolën në korridor apo shkuan në dhomën tjetër, kurse burri me gruan mbetën vetëm prapa derës që u mbyll. Qëndruan aty si dy që e dinin mirë se duhet ishin në qetësi të plotë. Nuk duhet i pengonte kush, nuk duhet i shqetësonte njëri, ashtu të vetmuar duhet ta kryenin procedurën e këtyre rasteve, tepër të rëndësishme, patjetër duke qenë vetëm. Ulën në kanapen e vendosur pas murit, folën për çështje që prisnin zgjidhje, e që thanë Eugraf Andrejević, sot në mbrëmje do ta futin në krematorium. Pas një gjysmëore të ndjerin do të vinë ta nderojnë përfaqësuesit e bashkimeve profesionale të shëndetësisë. Do ta vendosin për të dhënë lamturmirën e fundit në klubin e bashkimeve profesionale. Në ora 4 do të bëhet nderimi i fundit qytetar. Dokumentet nuk ishin në rregull. Libreza së punës i kishte kaluar afati. Libreza e anëtarësisë në bashkimet profesionale ishte tipi i vjetër, e dalë nga përdorimi. Nuk ishte zëvendësuar me tren. Kuotat nuk ishin paguar disa vjet. Modeshti vjen në vijë të gjitha. Mësë rollatën prandaj u vonova. Duhet përgatitur për çastin e nxjerrjes nga shtëpia, koha po afron. Po ju lë vetëm siç më kërkuat. Më falni, e dëgjoni, telefoni, një minutë. Eugraf Andrejević Zhivago doli në korridorin e mbushur me kolegët e doktorit, me ato që i kishte njohur edhe që nuk i kishte njohur kur ishte gjallë, me shokët e tij të shkollës, me infermierën ndihmës mjek, me shica librash, kurse Marina me fëmijët shtrënguar pas vetes, të mbuluar me anën e palltos saj për t'i mbajtur sa më ngrohtë, dita ishte ftohtë, dera ishte e hapur. Ishte ulur në cepin e stolit në pritje të hapej dera dhomës ku ishte i ndjeri, siç pret i ardhurit takoi të arrestuarin, mund të hyj kur ta lërë roja të hyj. Në korridor nuk kishte nga lëvizje. Një pjesë e të ardhurve nuk gjetën vend. Dera e shkallëve ishte hapur, shumë kush priste të dera dhe jashtë, e cejaknin për të nxehur pak. Sa më larg dhomës me të ndjerin, aq me zë të lartë bisedonin. Eugrafi shtrëngoi dorezën e telefonit pas veshit për dëgjuar më mirë. Mikrofonin e mbuloi me plomb të dorës tjetër, me mirësjellje dëgjonte dhe jepte përgjigjet e duhura në telefon. Me së dukej, flisnin për radhën e veprimeve në procesionin e varrimit dhe për rrethanat e vdekjes së doktorit. U kthye në dom, biseda me gruan që shoqëronte vazhdoi. Pas varrimit do t'ju lutesha shumë të mos ikni, Larisa Fedorovna. Ma plotsoni lutjen. Nuk e di ku keni ndalur, ma thoni adresën ku t'ju takoj. Këto ditë, nesër e pas nesër, do të merrem me sistemimin e dorëshkrimeve të vllajt. Kam nevojë për ndihmën tuaj. Dini shumë për të, më shumë se kushdo tjetër. Pak më parë më thatë se pas keni vetëm 2 ditë që keni ardhur nga Irkutsku, që në keni kalim thin Moskë. Thatë se në këtë shtëpi erdhët për arsye tjetër fare rastisht, pa e ditur që im vlla banonte këtu kohët e fundit. Aq më tepër nuk ishit si të dinit që ndodhi. Një pjesë të tregimit nuk e kuptova, nuk po lus të ma shpjegoni, veç që lutem të mos largoheni pa më takuar, nuk u a di adresën. Më mirat mirave do të ishte të banonim diku këtu, në këto dhoma këto ditë, që do t'ja kushtojmë shikimit të dorëshkrimeve të vllajt. Të ishim në një çati, ose të paktën të ishim afër, rregullohet e një administratorin. Më thatë se s'më pas keni kuptuar, erdha në Moskë, gjysmën nuk e njoha, e kam harruar. Eca në për rrugën Kuznetskaja, gjita përpjet rrugën dhe befas gjithçka mu bë e njohur. Ishte rruga Kamergerskaja. Këtu im shoq që e pushkatuan ndjes pas Antipovi, kishte një dhomë. Ja, këtë ku jemi ne tani. Të kthehem thash me vete, të pyes mos janë gjallë zotët e shtëpisë. Po nuk gjeta njëri të njohur, gjithçka kishte ndryshuar. Ditën tjetër e mora vesh në gjau. Po t'ju tregoj ju më parë, bashkë ishim, si kur mran kokë rufeja kur pash portën e jashtë me të hapur me 2 kanatet.
Dhomat plot me njerëz arkivolin të vdekurin. Kusht jetë? Hyra, u afrova, më duk se miku mendja, thash mos je fanisje. Vetë ju ishe dëshmitari këtyre. E t'ju tregoj. Prit një pak Larisa Fedorovna, do t'ju ndërpres, ju thash se asun as vllai nuk e kemi ditur sa shumë ndodhit çuditshme lidhen me këtë dhomë. Pas ka banuar këtu, dikur Antipovi, edhe më habitshme është shprehja që ju shpëtoi lidhur me Antipovin. Që si veprimtari e revolucionit njihet me emrin Strelnikov, kam dëgjuar të flitet shumë për të në fillimin e luftës civile. Thuaj se çdo ditë më ka rastisur të dëgjoja. Një herë apo dy herë kam mundur ta shoh. As që mund të më shkonte në mend se do të kishte të bënte me mua ai njeri, se mund të lidheshim me çështje familjare. Por s'është këtu puna. Sikur thatë për të që e vran mos më kapi veshi kështu. Kështu duhet jetë, sepse Pavël Pavloviçi nuk mund ta vriste veten. Po vetvrasja tashmë është e vërtetuar. Antipovi vrau veten në shtëpinë nga e cila, siç më ka treguar vlla, ju sapo kishit ikur për në Jurjatin dhe që andej në Vladivostok. Vetvrasja ndodhi menjëherë pas ikjes suaj me vajzën. Vllai e gjeti të vdekur në dëbor, e varrosi me duart e veta. Nuk e pas keni dëgjuar? Jo, unë kam dëgjuar të flitet ndryshe. Domethënë, pas ka vrarë veten. U fol edhe për këtë, po nuk e kam besuar. Në atë shtëpi pas ka vrarë veten. Kështu si kur thatë. E pa mundur. Çfarë hollësie të rëndësishme më bë të ditur. Po si, ai dhe Zhivago për para kësaj u takuan, pas kanë ndonjër bashk, pas kanë biseduar. Si pas fjalëve të njerit Juri, kishin biseduar gjatë. E vërtet jetë. Lavdit madhit zot më mirë kështu. Antipova bëri nga dalë kryqin. Koincidencat habitshme janë. Si e rregulluar nga Zoti pas ka ndodhur. Do të më lejoni t'i kthehem edhe një herë kësaj teme për në kushte më të përshtatshme. Do t'ju pyes për detaje, më është e shtrenjtë çdo gjë. Tani se bëj dot, jam shumë e tronditur. Më duhet të qëndroj për një kohë e heshtur, ta mbledh veten, të mendohem. Kështu apo jo? Ashtu është, ju lutem. Kështu është, sigurisht. Përpaksa sarrova. Mu lutet të mos largohesha pas varrimit. Mirë, ju jap fjalën, nuk do t'iki. Do të vit ju takoj, edhe pranoj të rikut më thoni ju, pra aq kosat në jetë e nevojshme. Do të na duhet të shqyrtojmë vërshkrimet, do t'ju ndihmoj. Mirë thoni, mund t'jeme dobishme. Do të më ngushëllonte shumë ky veprim. Se unë e kam ndjerë dhe ndjej me gjitha pejzat e shpirtit. E kam parë dhe e shoh me dëmshuri çdo luhatje të shpirtit ti. Po dhe ju më duheni, kam disa punë me ju. Ashtu vërtet, mos jeni gjë jurist? Po mirë, njoh si rregullohen fuqi dhe atyre që shkuan. Se ku ta dish në çsyr duhet drejtuar për nxjerr këtë apo atë dokument. Nuk janë punë të lehta, kështu apo jo? Më duhet këshilla juaj për një rast që më mundon shumë. Është fjala për një fëmijë. Por do të bisedoj më vonë, pasi të kthehemi nga varrimi. Ja që mua tër jetën më është dashur të kërkoj në kënd. Kështu apo jo? Si të biesh në gjurmët e fëmijës që e ke lënë të edukohet? A ka mundësi të kërkosh në rrugë zyrtare? A ka regjistrat të shtëpive të fëmijës? A është bërë ndonjë regjistrim i jetimëve? Nuk ja kërkoj tani përgjigjen, jo, ju lutem, flasim vonë. Sa e tmerrshme është. Nuk di ç'do të më duhet të bëj kur të më vi vajza, por tani për tani mund të jetoj në këto dhoma. Katjushës, ju shfaqen dhunti të jashtëzakonshme, dramatike dhe muzikore njëkohësisht. Imiton të mrekullisht bukur, luan të skenat improvisuara nga ja vet. Mund të interpreton të pas një gabim arje të dëgjuara, arje opera shtnjohura, dhunti të mrekullueshme. Kështu apo jo? Them, në fillim të regjistroj në ndonjë shkollë përgatitore, pas kësaj të paraqitet në konkurs për të hyrë në ndonjë shkollë teatrale më tutje në konservator, po si të arrit të regjistroj? A do të ma pranojnë? Mund ta lija në internat? Për këtë erdha, duhet bisedoj, ta vën vi këtë punë, edhe pastaj të paraqitem bashkë me të. E ku i tregoj të gjitha, kështu apo jo? Po për gjitha këto do të flasim vonë. Tani do të pres të më fashitet në pak tronditja e madhe. Do të hesht, do t'i mbledh mendimet, do të provoj të largoj të merren. Pale pastaj që të afërmit e Jurit i lam jashtë dere në korridor, 2 herë më duk se trokitën. Dëgjova lëvizje zhurmë, do të kena ardhur atë varrimet. Unë po ri këtu e tu latër, s'pondihem, kurse ju hapin e derin, lërin e njerëzit hynë. S'bëm mirë që i lam jashtë. Kështu apo jo,
pa prisni. Duhet vët një ston pranë arkivolet se arrin do t'ju riçkën. Unë provova të arrije, u ngritën majt këmbëve, ishte shumë e vështirë. Stoli duhet edhe për Marina Merkelovnën, po edhe për fëmijët. Pastaj i duhet për t'i dhënë lamturmirën e fundit. Më puthni mua të fundit, me puthjen e fundit më puthni. Jo, nuk mundem. Çfarë dhëmje, as është kështu. Tani po u them të hynë, ju të gjova me vëmendje, Larisa Fedorovna më bët kryeshtar me enigmat që vetëm i cytet, më bët gjitha të pyetje, më vut përpara detyra, po ja që vështirësohem t'i kthej përgjigje. Ama një gjë ju a them sakt, pranoj t'ju ndihmoj, do ta bëj me kënaqësi. Kryesorja asnjëherë nuk duhet rënë në dëshpërim. Duhet rojtur me shpresë dhe duhet vepruar. Se të dëshpërohesh e të mos veprosh do të thotë t'i largohesh detyrës. Tani po i le të shtëpisë të hynë. Për stolin keni të drejtë, do ta gjej dhe do ta vë. Kurse Antipova nuk po e dëgjonte. Nuk e ndjeu si e hapi derën Eograf Zhivago, si hyn në dhomë njerëzit që mezi prishnin të hynin. Nuk vuri re që thoshin, si tërhoqi vëmendjen zhurma e këmbëve të atyre që e afroheshin arkivolit. Nuk i bën asnjë përshtypje klithmat, dënesat, vaji me ligje i Marinës, as kollitja sikletshme e burrave me sy të rëmbushur, as lotët çurk të grave dhe nga shërimat e dashamirëve të të ndjerit. Zhurma monotone e shurdhër, e zvargur, ja turbulloi mendjen. Nuk e ndjente veten mirë, po i binte të fikët. Zemra i rrite fort dhe i dhemte, po i hapej koka. Vajisi kryet në gjoks, e mbytën kujtimet. Njëri më i përmallshëm se tjetri, e vërshuan mori mendimesh, e shite veten të shkuar në mosh në prag të pleqërisë, u zhyt në thella si në fundin e fatkeqësisë së pandrejshme dhe mendonte. Askush s'më mbeti. Njëri vdiq, tjetri vrau veten. Gjallë është ai që duhej vrar, kundër tij dikush tiva, po ja që dola huq. Ai mbeti një hiç njeri që askujt si duhet. Tani po hedh rrufe e bubullima në parazi, sorollatet në përhumtirat e saj, kurse nga të zemrës, nga ato që duhet ishin, s'më mbeti kush. Apo, për Krishtlindje, përpara atentatit menduar kundër atij të poshtri, pata biseden me Pashën, ishte djalë atëherë, nuk e dhomë me pata. Kurse Jurin, me të cilin po ndahem tani, atëherë nuk e kisha as në mendje. E shtrydhi kujtesen për të riprodhuar bisedën e Krishtlindjes me Pashenkën, por s'po i kujtonte. Mbante mend vetëm qiririn që ndiqej në parvazin e dritares dhe rrethin e brymës së shkrirë që formojnë nxehtësia e flakës së tij në xham. E nga ta dinte se njeriu që ishte shtrirë i vdekur në këtë dhomë, atë rreth e kishte pikasur tek ecte rastësisht në aparaturgjic. E nga ta dinte se kishte qenë ajo flakë që pa nga jashtë dritares, qiriri digjej, ajo u bë përcaktuese në jetën e tij. Mendimet pas pak ju dafaritën, tha me vete, sa keq që s'ja falem për shpirtje në kish. Panehida kishtare ishte aq e madhërishme dhe solemne. Shumica të ndjerëve se meritojnë, kurse Juroçka është nga fisnikët. Ai ata e ka hak, Juroçka e meritonte plotësisht dënesën përpara varrimit që krijon këngën e Alelujës. Po, e meriton, e ka hak. Ndjeu si ja mbështolli shpirtin vala e krenarisë, si ja lehtësoi dhëmbjen brengëlënëse. Kështu i ndodhte për herë kur në mendje i shfaqej Juri, por në ato çaste afrimi jo të gjatë me të. Fladi përtritës, liri ndjellës që përhapej nga do që shkonte ai njeri, shkujdesja çliruese që të frymëzonte me ato që thoshte dhe bënte, i zunë vend përsëri në shpirt. U ngrit vrrullshëm nga kanapeja. Ndjeu t'i ndodhte diçka jo fort e ndërgjegjësuar, ja kishte fort ënda, qoftë edhe për pak kohë, mendimin e tij ta ndjente veten të lirë, të rrethuar nga ajri i pastër ftyllues, të çlirohej nga gjeratori e vujtjeve jo të pakta, në të cilët e ndjente të pështjelluar veten, të provonte si dikur lumturinë e çlirimit. E ëndërronte me zjarr një lumturi të tillë, tani po i fanitej si lumturi lamtumire, po i çfaqej si rast, por edhe si e drejtë e saj, si mundësi të qante sa të deshte, të qante pa e penguar kush miku fomën e tij. Me shpejtësinë e diktuar nga pasioni, kaloi shikimin mbi turmën. E pa turbull nga dhëmja, asgjë nuk mund të shruante me sytë e rrëmbushur me lot,
si ti kishin pikuar në sy ilaçin për luës të okulistit, dhe sa kaq, gjithçka përpara saj lëvizi, u drodh, kush i zinte rrugën për të arkivoli u tërhoq, filluan të dilnin nga dhoma, ta linin vetëm, më në fund, e mbyllën dhe derën, por se puthitën, kurse ajo, duke bërë me lëvizje të shpejta të gjëra kryqjen ecje sipër, ju afrua Truezës me arkivol, unë gjitë në stolin që kishte vënë ografi, bëri 3 herë kryqin ngadalë me kufom dhe i mbështeti buzët në ballin e ftohtë, pastaj në duart e ftohta. Nuk e vuri re svoglimin e ballit, një ndihmë që të lë mbres, që të kujton dorën e mbledhur e të bërë grushç. Këtë ajo nuk e vuri dot re. Ngëriu nuk derdhi lot. E mbuloi gjysmën e trupit të ndjerit dhe lulet me veten e saj, me kokën, me gjoksin, me shpirtin e saj, me krahët po ashtu të mëdhenj si shpirti. 15. Tërë kohës trupin ja përshkonin dënesat e përmbajtura të pashfreura. Sa mundi u qëndroi rreth timave të tyre, por arriti një çast që s'kishte më forca t'i përballonte lotëve. I rodhën rroke, i lagën faqet, fustanin, duart, arkivolin, pas cilit shtrëngohej. Për asgjë konkrete nuk mendonte, asnjë fjalë nuk nxjerrte. Luzma e mendimeve të papërcaktuara, të padrejtuara, të pasaktësuara, i rrëkollej në kokë. I pështillej si era zeza prilli, një lloj si gjatë bisedimeve kokë më kokë natën, edhe një dukuri si kjo i bashkëshoqëroi me lumturinë, i sillte lehtësim. Nuk ishin mendime që lidheshin me gjendjen e saj tanishme, jo të kokës së nxehtë pas humbjes së madhe. Ishin si të pandjeshme, të tilla që rrëmbyen pa kuptuar. Ishte diçka instinktive, diçka drejt për drejt. Ndjesi të tilla e kishin mbushur plot e për plot shpirtin. Ishin të errta, të pakondensuara, të paformuara, të vakullta, të papërcaktuara, por të tilla që vërteteshin rreth vdekjes, rreth nevojës për të qenë e përgatitur për të, për të mos u tutur dhe shushatur përpara saj. Po i dukej vetja sikur e kishte jetuar jetën 20 herë, sikur i kishte humbur Yuri Zhivagon një perëndi e dinte sa herë, sikur tashmë kishte mbledhur përvojë të madhe në kësi punësh. Ato që ndjente dhe bënte pranë këtij arkivoli, ishin pikërisht ato që duhet ishin, ndryshe as ndjente as përjetonte dot. Çfarë dashurie kishte qenë ajo dashuria e tyre? E lirë, e papar, e tillë që nuk ngjasonte me të tjerat. As që donte ta dinte si bënin e çfarë bënin të tjerët në raste të tilla. Ata e donën njëri tjetrën jo nga nevoja as nga pashmangshmëria. Nuk e ndjenin veten përzhitur nga pasioni siç shprehen në mënyrë të gënjeshtër në kësi rastesh. Duheshin sepse ky ishte dëshira dhe vullneti gjithçkaje që i rrethonte. I tokës që i shtrihej nën këmbë, i qiellit që u mbulonte kokën, i reve, i drurve. Dashuria e tyre u pëlqente atyre që i rrethonin, ndoshta më shumë nga ç'u pëlqente atyre vetë. U pëlqente të panjohurve në rrugë, largësive që i hapeshin shikimit kur ishin të dy bashkë, gjatë shëtitjeve, dhomave ku takoheshin dhe banonin. Ja ç'ishte më kryesorja, ja ç'ishte ajo që i afroi dhe më pas i bashkoi. Kurrë, madje as në çastet më të begata të lumturisë së pamatë, nuk i kishte braktisur më e larta, më e gjithë pushtetshmja, kënaqësia që bota ishte organikisht e ngjizur, kompakte, lumturia që të dy bashkë i përkisnin kësaj të përgjithshme si pjesë organike e saj, vetdia e shkrirjes me gjithësinë. Ato dihasnin vetëm një ajër, ajrin e ngjinjur me shkrirjen e përgjithshme, dhe prandaj ngritja e njeriut mbi natyrën, një lloj si përkthjelja e panevojshme e natyrës për njeriun dhe për ulja e njeriut përpara saj, ata nuk i tërhiqte, nuk i joshte. Fillimi i shoqërizimit të rrem të shndërruar në politikë u dukej sa i mjeran, për të dy dukuria e shoqërizimit mbeti deri në fund e pakuptueshme. 16. Lamdomirën ja la me fjalë nga më të thjeshtat, të përdorimit të përditshëm, të bisedimeve, të ngazëllimta pa ngurrim, që e thyen kornizat e diktuara nga rasti dhe nuk kanë ndonjë domethënie të veçantë, si nuk kanë kore dhe monologjet e tragjedive, bisedat në vargje, muzika në të gjitha konvencionet, por që përligjen plotësisht me konvencionin e emocioneve që shprehen.
Në rastin e dhënë konvencion ishin lotët. Ata e përliqnin të ndosjen e bisedës së lehtë, të vetvetishme. Në ato lot zhyteshin pa pushim, laheshin, notonin fjalë të përdorimit përditshëm, të thëna pa kurrfarë para përgatitjeje. E pra ishin pikërisht të fjalë të lagura nga lotët, ato që belbezoheshin në mërmërimin e zgjatur, të shpejtë, lëdhatore, si fshfërim gjethesh të mdafshta, në shiun e përzier me erën e ngrohtë. Ja ku jemi përsëri bashkë, Roçka. Na ndiu Zoti që u pam përsëri. Çfarë të merri, vetëm ta mendosh. O s'mundem më, o Zot, si nuk më shtarokën lotët. Ç'është kjo kështu? Ajo që na ndodhen jetë pa na ndodhe dhe tani. Ikja jote është fundi im, përsëri gjëm, përsëri më nxyrë e pashmangshme. Mister jete, mister vdekje, mrekulli gjeniu, mrekulli shpeshje e tërësore, po, ne të dy e kishim kuptuar. Kurse zënkat dhe luftrat për ndarjen dhe rindarjen e botës, dukurit të përmasave tilla, po ato nuk hynin në sferën e interesave tona. Lamtomiro miku im, i madh, i dashur, Lamtomiro krenaria ime, Lamtomiro lumi thellë dhe rrëmbyer, sa shumë e doja valzimin tënd të kreshpëruar, sa shumë pëlqente të kredhesha në valet të tua të ftohta, të kujtohet. Pse mos u ndava me ty atëherë në dëbor? Si më gënjeve? Po pse mos do tundesha vendit pa ty? E di fort mirë, e di, e bëre duke dhunuar veten për të mirën tonë e bëre. Ti atëherë kështu pande, e pra, fillim të atë pjete që, o Zot, sikur ta dije sa shumë hoqa, sa shumë vuajtja atje, po ti këtë nuk e di. Çfarë bëra, Jura, çfarë bëra, kriminele jam. Ti as me mend se ta merrje dot, po nuk kam faj. 3 muaj ndënja shtrirë në spital, 1 muaj ishën klapi. Nga ajo kohë jeta mu bë skëterë. Nuk më gjen qetësi shpirti nga keqardhja dhe mundimi, po kuriozoren po e lë pa ta zbuluar. Nuk kam forca t'i gjej emër. Kur i kujtoj ato muaj të jetës sime, më ngrihen përpjet lesht e kokës. Po këtë e di. Nuk siguroj dot njeri se jam normale, ama pas dehjes nuk u dhash, nuk ja lejova vetes. Gruaja pjanece ka marrë fund, turpizi. Kështu apo jo? Foli dhe foli, qau e qau. E torturoj veten, dhe vujtja e shpirtit nuk ishte fund. Befas ngriti kokën e hutuar nga përjetimi shungullues dhe papa rreth. Dhoma kishte kohë që ishte mbushur me njerëz, një palë hynte, një palë dilte. Zbriti nga stoli e trullosur, u largua nga arkivoli, ju morën këmbët, fshiu faqet më pëllëmp, me trinën e dorës shtrëngoi syt, si donte të shtrydhte lotët e mbetur pa u derdhur, që të pikonin në dysheme. Arkivolit ju afruan disa burra dhe e ngritën. Filloi varrimi. 17. Larisa Fedorovna banoi disa ditë në rrugën Kamergerskaja. Bashkë me Eugaf Andrejeviçin u morën me shikimin e dorëshkrimeve Zhivagos, por nuk e quan deri në fund. Bisedën me Eugaf Andrejeviçin për problemet që e shqetësonin e shtjelloi. Prej saj ai mësoi diçka të rëndësishme. Në njërin nga këto ditë Larisa Fedorovna iku nga shtëpia dhe nuk u kthye më. Ndoshta arrestuan rrugë dhe ajo vdiq, ose humbi s'dihet se ku, e harruar nga të gjithë, me numrin e të burgosurës në gjoks. Me atë numër duhet ketë qenë regjistruar në listat e kampeve të veriut që s'kan të numëruar, në ndonjë kamp grash, por pa emër.